Përshëndetje gjithëve miq, ja ku takohemi në episodin e 4 të Albania Newscast. Fillimisht dua t'ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur, keni dhënë edhe mendimet tuaja, i vlerësoj shumë, na bëni subscribe, por gjithashtu na jepni edhe komentet për tema dhe për të ftuarit që do të kemi në vijim. I kemi ndjekur të gjitha, i kemi lezuar, kështu që një falënderim të veçantë për gjithë juve që na shkruani, ndërkohë menjëherë do futemi te tema dhe të ftuarit që kemi për këtë episod. Kam kënaqësinë të kem një politikan të njohur, tashmë i tërhequr, por gjithsesi një nga zërat më të fortë që ka patur politika, sidomos e djatha shqiptare. Kam kënaqësinë të kem zotin Enkeled Alibej, me cilin do bëjmë një bisedë pa filtra, pa doreza dhe si gjithmonë të sinqertë. Zoti Alibej, faleminderit. Përshëndetje Albert, falenderoj shumë për ftesën. Turoj mbarësi edhe në këtë iniciativë tënde. Faleminderit. Ti e di shumë mirë që un kam shumë dëshirë të kem në panelet e mia, sepse bëjmë vërtet biseda që i shërben dhe publikut, dhe për të informuar dhe për të sqaruar çfarë po ndodh me politikën në Shqipëri. Dua një koment të parë për atë që ka ndodhur javën e kaluar. PD-ja dhe PS-ja bashkuan votat për integrimin, një rezolut e integrimit. Por ti jam i sigurt ke një këndvështrim ndryshe, apo jo? E kam. Nuk mund të them që nuk e kam. Sigurisht edhe për mua ishte një lloj çudie fakti që një ditë bukur PS-ja dhe PD-ja, Rama dhe Berisha bien dakord të bashkojnë votat për Europën. Okej, në pamje të parë të bashkosh votat, normale. Madje do thoja diçka tjetër. Edhe vonuar. Është edhe një sinjal, ka një lloj dobije. Të paktën i çohet Europës një lloj sinjali që në këtë vend për çështje kaq të mëdha, dhe kjo është një çështje e madhe, integrimi në Europë, është një lloj ndjesie, një lloj aspirate e hershme e shqiptarëve, të mund të shprehet vullneti që nga gjitha palët që po jemi që të shkojmë në atë lloj drejtimi. Po deri kaq. Se më duhet të them edhe diçka tjetër. Sot është pothuajse e vështirë për çdo lloj partie politike të vjetër të re që të dalë me flamurin e anti-europianizmit. Për këtë vend janë të detyruar, duan s'duan. Pra si thua, është një loj win-win, fitojnë gjithë. Saqë është i vërtetë edhe fakti tjetër që ky flamuri i euroatlantizmit apo integrimit europian në një farë mënyrë edhe është telendisur pak, sa më lejo ta them edhe këtë. Të gjitha partitë kanë abuzuar. Zoti Rama me atë fitoi zgjedhjet. Do t'ju fusë në BE, vetëm PS-ja, vetëm Edi Rama. Ai e ka përdorur europianisti, ka caktuar data, ka caktuar momente, e njëjta gjë edhe për Sali Berishën. Por nëse do qëndrojmë një moment do të shohim mes fjalëve dhe veprave të këtyre dy personazheve, dhe partive respektive, çfarë europiane ka? Ti marrim me radhë çfarë europiane ka në mënyrën se si Edi Rama trajton Partinë Socialiste. Brenda partisë. Grushti fort, verbëri politike, besnikëri, përjashtime madje, nëse është i vërtetë ajo se çfarë i tha zonjës Piropali. Jo, është e vërtetë. Fol edhe një herë të përjashtova. U troq më mbrapa, tha që nuk e ka kalu vinë e kuqe. Okej, po nëse i ka thënë pak në qasja është qasje as pak europiane. Po, ja ka thënë edhe ishte serioze, tani nuk duhet. Kalojmë këtej nga partneri vet me përjashtime, me vetë përjashtime, pagar, zgjidhet për të disatën herë, kur statuti ja pengon. Pra, shifni, për njerëzit të cilët duan të shohin pak përtej fasadës, realiteti mes këtyre dy personazheve politike dhe partive politike të tyre respektive nuk është as pak europiane. Po ta lëm këtë historinë brenda partive të tyre e të shohim atë që është interesi publik. Arbër, unë du ta them, unë jam plotësisht dakord që mes palëve politike në parlament duhet të ketë bashkëpunim. Në fund ditës nuk janë armiqë, janë konkurrent. Nuk duhet të jenë. Po, janë thjesht konkurrent politik, secili llogoret e veta. Madje është shenjë e civilizimit. Qytetrimi perëndimor atje ku duhet të shkojmë, në fakt kërkon pikërisht bashkëpunim dialektik, përplasje, por kërkon dhe bashkëpunim.
Po ka një gjë që ndan midis bashkëpunimit dhe pazarit. Është vetëm një kriter, është vetëm një lakmus, është interesi publik. E pyetja është nëse janë bashkuar për çështje që ju vlen shqiptarëve, shumë mirë. Ta analizojmë. Pra janë dakord që të miratoni një rezolut. Rezoluta, kushdo që e ka lexuar, besoj ju dhe shumë të tjerë që na shohin, na dëgjojnë. Nuk ishte shumë e gjatë, me disa faqe ishte se. Disa faqe, terma të përgjithshme. Pjesa më interesante nëse më lejon ishte pjesa e parlamentarizmit. Pra që parlamenti duhet të jetë më aktiv dhe të jetë më brenda pjesës të kontrollit. Sepse ishte përjashtuar. Po ta shohim nga ana. Po, është e vërtet. Ishte kjo opozit, pra e ardhur mbas zgjedhjeve të 11 maj të vitit kaluar me një humbje normuese dhe me fitore të pamerituar në numra të Edi Ramës me 83 a 86 mandate. Më vjen shumë pyetje Ali Bendjes, më vjen shumë pyetje sepse ju keni qenë në studio të tjera televizive me mua dhe keni thënë që në fillim që u bën 2024, për ata që nuk e din ndryshimin kushtetuese të 30 korrikut, the që me këtë ndryshime ata i japi Ramës 10 mandate plus. E kam thënë 12 mandate sepse aq ishte llogaria, kam gabuar vetëm me 2 mandate. Po sepse ishte i qartë për këto arbër që në 2024. Do dalim nga atje, se thjesht më vjen kujtimet edhe ja pra ku do, pra jemi mirë nga memoria fatmirësisht. 83 mandate të pamerituara, po e them edhe një herë, të pamerituara dhe mori me arrogancë që në shtatorin e vitit kaluar e mbani mund bërin ndryshime të rregullores parlamentit pa i pyetur fare këta. Pa pyetur për rregulloren brenda ditës 48 orë. Pra ishte një shenjë madhe arrogancë. Dhe këtu po jam dakord unë që ka një lloj të drejtë edhe kjo opozitë Sali Berishës. Edhe po them edhe gjë tjetër, për mua ata nuk janë opozitë në kuptimin klasik të interesave, të mënyrës se si sillen, për shkak edhe të marrëveshjeve jo morale që bëjnë me Ramën, por për opozitarizmin në kuptimin parimor, ti s'mund t'i heqësh të drejtën as të flas, as të ketë interpelanca, të mos paraqitet ministri, të mos paraqitet kryeministri, interpelanca janë gjëra minimale. Ka vite që zoti Rama nuk po merr pjesë në interpelancë. Kjo është e vërtet. Po është e vërtet. Kalojmë tani tek rezoluta. Pse e shofun me paragjykim? Po me që ti e hapi këtë çështjen e parlamentarizmit, më vjen një gjë në mendje. Po si ka mundësi që kjo opozit, po e quaj opozit, thajmë gjithmonë nuk është për mua, nuk është opozit, është vetëm një shtojc e kapur prej mazhorancës, si nuk kriti një nga çështjet kryesore që edhe ajo vetë disa kohë më parë i ka kritur. Çështjen e komisioneve hetimore. Ata janë dakord të bëjnë ca ndryshime rregullore. Rregulloria është akti i bashkëjetesës në parlament që trajton edhe çështjen e komisioneve hetimore. Komisionet hetimore, ju e dini, është një nga instrumentet më të fuqishme që një opozit ka për të kontrolluar qeverinë, dhe Europa këtë kërkon. Qeveria të kontrollohet nga parlamenti. Dhe ky kontrolli parlamentit ndaj qeverisë në fakt është më tepër kontrolli i opozitës ndaj qeverisë, majoranca e ka të vetën. Nuk pash në asnjë rresht në një çështje për komisionet hetimore. Nuk pash asnjë rresht të asaj rezolute në një lloj angazhimi tek e fundit edhe kështu deklarativ të qeverisë, që sa herë të ketë interpelanca që do kërkohen për kryeministrin, për ministrat e me radhë, ata të paraqiten dhe të mos bëjnë siç kanë bërë deri tani që nuk paraqiten. Kështu që kjo ishte e para gjë që pash që ky bashkim votash, se këtu duhet dal, nuk u bë për ndonjë interes publik. Që do të ishte një gjë e mirë, e shëndetshme. Ndërkohë unë kam të drejtë tani, unë dhe kushdo tjetër të fillojnë të mendojnë që mos ky bashkim votash fshet diçka. Të tipit? Pazareve. Territorialja? Të pazareve, okej. Territorialja, zgjedhorja, kushtetusja, ende nuk është formatuar. Por sinjale kemi parë. Që nga Rama, kur ka thënë i cili do të ndryshoj numrin e deputetëve, ashtu dhe nga Berisha, i cili ka thënë, dakord, po ama të krijojmë një dhomë të dytë në parlament. Në senatin, po. Tani pyetja për këdoj që edhe ka pak njohuri është
çfarë vlere ka të ndryshosh numrin e deputetëve, apo të shtosh një dhomë tjetër, pra të bësh ndryshime kushtetuese, se ky që nga problemi i madh, po themi, i mos funksionimit të institucioneve në Shqipëri. Duhet të jetë sinqert, ka një problem të madh, ka një konflikt të madh sot në Shqipëri, nuk është konflikti midis majorancës dhe asaj që i thot vetes opozit, midis Ramës dhe Berishës. Këta konfliktin e kanë të stisur. E ngrejnë kur duan në parlament, bëjnë protesta kur do njeri dhe i përgjigjet tjetri, ulen në pazare. Konflikti i vërtet sot është midis politikës, qeveria kryesisht, por dhe opozita dhe drejtësisë. Dhe unë jam i bindur, Arbër, që ajo se çfarë ndodhi me atë rezolut nuk është gjë tjetër, është një pazar, është një provë gjenerale e bashkimit të votave që mund t'i bëjnë Rama me Berishën përkundër rrezikut të vetëm që kanë sot, që është drejtësia. Dhe tashmë, të paktën prej 7 apo 8 muaj u bën. Tashmë në raportin konfliktual nuk është vetëm Berisha me drejtësinë, i cili prej 2-3 vjetësh është në një proces penale me radhë. Të hapur. Tashmë edhe Rama është të njëjtën situatë, jo drejt për drejt, po me zëvendës kryeministën e vet. E për këtë arsye, një rezolut, një marrëveshje, një bashkim votash, pa transparencë, pa ja bërë publikut, pse po bjem dakord, çështja e integrimit evropian është çështja më duhet të jetë çështja më transparente për gjithë shqiptarët, apo jo? Të gjithë e duam, një orë më parë, pa transparent, pa ndonjë përmbajtje konkrete, bashkë në mes të një problemi në procesin e integrimit që unë jam nga ata që nuk them që është bllokuar, por që ka një lloj ngadalësimi ka. Ka një lloj ngadalësimi për shkak, besoj unë, të faktit që parlamenti nuk hoqi imunitetin e zonjës Balluku, na e tha këtu edhe David McAllister, i cili bëri të qartë, është test kritik politik për qeverinë. Po, e qartë. Testi nuk kalua. Do duhet ketë një problem. Zoti Rama thotë që nga qershorit do kaloj. Të shohim. Raporti i Barit. Unë uroj. Unë jam nga ata që uroj. Patjetër, edhe të kaloj. Te vendi bjem gjithë dakord që nuk ka. Absolutisht po. Sigurisht kam gjithmonë një pikpyetje të vogël në këtë që thotë Rama. Brenda qershorit do të kaloj dhe do të kaloj me testin politik të pakaluar, këtë e kam pikpyetje të madhe. Nuk e di se ç'do të ndodh, nuk e di se çfarë spaku do të bëj, nuk e di se cila do të jetë sjellja e kuvendit, por të shohim. Uroj, analizë fundit, uroj që të kaloj. Kështu që ta mbyll të. Po. Ajo se çfarë pash ishte një lloj prove gjenerale e një marrëveshje, më saktë një pazari, që ka disa pika të errta. Çfarë do të bëhet me territorialen, çfarë do të bëhet me zgjedhoren, çfarë do të bëhet me marrëveshjen për ndryshimin e kushtetuesës. Këtu duhet të jemi të kujdesshëm si publik shqiptar, jo thjesht dhe vetëm si komentator apo. Më ngasmoj pak përgjigja jote dhe meqense dohet kaloj te PD-ja, po ta bëj një pyetje për ndryshimet kushtetuese. Je dakord që të ulet numri i deputetëve apo jo? Jo. Përse? E para nuk mund të japësh një përgjigje thjesht dhe vetëm për numrin e deputetëve. Popullsia ka rënë, argumenti kryesor. Dakord. Edhe kostot, ose? Dakord. Me rritjen e pagave një deputet paguhet për ata që nuk e din diku te 5.000 euro në muaj. Jem dakord, nuk është aq, të ua them unë, plus minus nuk është aq, shkon diku tek 3.000 euro, së bashku me dietat, dhe së bashku edhe me të ardhurat të tjera. Megjithatë, nuk ka rëndësi. Okej. Po bjem dakord që nëse do të ulet me 40, do të jetë një 101 ka thënë zoti Rama. Dakord, prapë. Nuk e di pse ka thënë 101, ndoshta i tingëllonte bukur fonetikisht. Më vjen mend që mund ta bënte edhe 99 në fakt, dhe shkon më tepër metaforikisht, po pak rëndësi ka. Nëse do të ulej me 40 numri i deputetëve, mund të kishim një kursim të madh. Ja, llogaritë ti 40 për nga 3.000 dhe 5.000. Po themi 5.000 euro, 200.000 euro në muaj, shumë zoj për 10 muaj, se aq i bie tjetë tamam, po themi 2 milion.
kursimi i madh nga veprimtaria e parlamentit. 2 milion euro në vit. Euro në vit. Për ata që na ndjekin. Tani, publiku shqiptar është i njohur, është shumë i njohur me shumat marramëndse të tenderave të cilat të bëhen në mënyrë jo ligjore, ku 2 milion euro si duket si një gjë pa vlerë. Dakor, e konsiderojnë që ky është një lloj përfitimi. Por ama, nga ana tjetër, shi sa e vështirë do të bëhej, nëse do të ulej numri i deputetëve, sa e vështirë do të bëhej për partitë të reja, partitë të vogla, që edhe skandal për të marrë pjesë në parlament. Kjo është një lëvizje që bie në kurrizin e gjitha lëvizjeve të reja që pra duhet të zgjoson thua, po thjesht fare se bie sa mund të rritë pragu Ali Ben, nëse ndodh kjo gjë. Po ja, mendotin, nëse do të bëhet me 100 deputet, po e marrim 100 deputet, në 2025 morëm pjesë 1.6 milion diku aty, në mos e zgaboj, diçka më tepër se mori pjesë. Plus minus. Atëherë, për një deputet do duhet 16.000, po themin një mesatare. Ndërkohë, nëse ky sistemi, po themi Shqipëria një zonë me radhë, do duheshin diku ke 10, 11, 12 për një deputet. Pra rritet diku me 4 deri në 5.000 mesatarja. E mendoni se sa e vështirë është. Tani që këtu bëni llogarit, ja po e marrim partia e Zotit Shaj që ka marrë përfaqësim 2 mandate. Nuk do ta merrte dot 2 mandate. Ajo e Zotit Lapaj nuk do ta merrte dot me këtë sistem, se mori me këtë që është e jo më me një sistem tjetër. Po kështu kam përshtypjen që edhe ajo partia e Zotit Qori, edhe ajo nuk do të kishte një lloj përfaqësimi. Megjithatë, nuk ishte ky diskutimi, se më pyetët a jeni për uljen e numrit të deputetëve. Dhe argumentimi nuk duhet parë thjesht dhe vetëm ulje apo rritje. Numri i deputetëve është përfaqësim politik i shqiptarëve. Në fakt, shqiptarët kanë përfaqësimin e politik me zgjedhje, jo vetëm në parlament, po dhe në pushtetin vendor. Sot ka ndodhur me arkitekturën, po themi, institucionale, politike, ka ndodhur diçka e rëndë. Me reformën e 2015-s, numri i bashkive dhe komunave u rrudh nga 308, u bën 61. Për më tepër, me atë se çfarë unë shoh, me shumë gjas, përsëri do të arrihet në një rrudhje, në një ngushtim të numrit të bashkive. Po doja thotë që duhet të rriti, ja? Te 95, ta shohim. 90. Okej, kjo do të ishte një studim. Vetëm për të parë. Një studim i bërë këtu e 15 vite më parë, këtu shkon te ky numër. Po kjo mbetet për të parë. Unë di atë se çfarë Rama ka thënë publikisht. Jam për ta ulur numrin e bashkisë. 36 për ata që na ndjekin. 36. Nuk do e ta thoya që ju e thoni. Ka qenë dikur kjo ka qenë historike e kaluar, në sistemin e kaluar. Para viteve 90 mos ka qenë 36 rreth. I kemi bërë detyrat e shtëpisë. Po. Tani, kjo është tendenca e koncentrimit e përqendrimit të pushtetit. Pa kjo fshihet. Në qoftë se ti ul numrin e deputetëve, dhe ky është përqendrim. Ul numrin e bashkive, ky është përqendrim. Pra nëse vuan ky vend nga një simptom e mënyrës se si administrohet pushteti, është përqendrimi. Historikisht ky vend ka vënë nga përqendrimi i pushtetit në një dorë. Prandaj unë nuk jam për uljen e numrit të deputetëve. Do t'isha unë për uljen e numrit të deputetëve edhe 100 po doni ju, por të rritet numri i bashkive. Duke rritur numri i bashkive dhe mbi të gjitha, duke ju dhënë kompetenca dhe pushtet real, do të ndodhte që për njerëzit interesi nuk do të ishte aq shumë për parlamentin, për qeverinë, do të ishte për atë kryetarin e bashkisë, për atë këshillin bashkiak. Aty do të kishte raportet e veta, edhe politike po të doni ju. Ndaj, ju them që sot, nëse ka një nevojë, publiku, shoqëria shqiptare, shteti shqiptar është për të goditur tendencat e përqendrimit të pushtetit dhe për ta shpërndar pushtetin sa më shumë duar. E pra, për këtë arsye, në këtë situatë me këta aktor politik, jam kundër këtyre partikeve. Shkurtimisht pas se kalojmë te partitë politike. Po përse do duhet Rama, Berisha të lëshojnë nga pushteti i tyre për sa kohë njerëzit i votojnë?
janë njerëzit më të votuar. Nuk kanë asnjë arsye pse të Mund të jenë pakica e shumicës. Po, jam plotësisht dakord. Konstantini ju është i drejtë. Arbo, të themi që unë nuk jam nga ata, zbesoj të më kesh dëgjuar, ti mund t'i kthesh edhe arkivës suaj, që të më kesh dëgjuar ndonjëherë në pozicionin që kam pasur, të themi që duhet të ik Berisha, apo duhet të ik Rama. Edhe kjo lloj sintakse nuk shkon. Ata i zgjedhin, njerëzit që kanë përreth, i zgjedhin, i votojnë, i duan, Ramën e mbajnë aty te Partia Socialiste, ai godet në kuptimin figurativisht, i godet të vetën, ata mbyllin gojen. Ndonjë që ngrente i çik zërin, rrezikon të përjashtohet. Këte nga Berisha nuk bëjnë as zgjedhje me radhë. Këta kanë përzgjedhur në rrethin e tyre njerëz të cilët i duan, i dashurojnë, i kanë lidhur tek e fundit, ta pranojmë këtë. Kjo nuk fshihet. E në këtë pikë unë nuk jam nga ata të cilët them kiki njëri tjetrin se këto zgjidhjet artificiale nuk funksionojnë, e para nuk në praktik nuk është se ndodhin. Po unë jam për gjën tjetër, ama prandaj më ke dëgjuar, nëse më ke dëgjuar, besoj më ke dëgjuar goxha, që instrumenti politik, dhe instrumenti politik është instrumenti me zgjedhje, nuk bëhet duke ikur njëri dhe duke ikur tjetri. Por ama rregullat e lojës duhet të jenë të tilla që t'ju jap mundësi edhe subjekteve të tjera që të kenë një lloj përfaqësimi në parlament, në këshilla bashkiake e me radhë. Fillimisht pak, pastaj më shumë e me radhë. Unë jam kundër të gjitha pazareve që këta bëjnë, që nëpërmjet proceseve zgjedhore, sistemeve elektorale, të asfiksojnë lëvizjet e reja. Dhe e dyta që është më e rëndësishme, edhe këtu besoj më ke dëgjuar se kam qenë goxha i zëshëm. Këta vërtet nuk mund të ikin, dhe do ikim në dëshirën e tyre. Ta heqim, do të flasim për real politik. Ama aq shumë abuzimi i njërit dhe tjetrit ka ndodhur, sa ka shkuar deri në nivele penale, sa një instrument funksional, jo për të spastruar fushën politike, por të vendosur rregulla, është drejtësia, është spaku. Ndaj unë e shoh sot si një qëndrim të moralshëm, të shëndetshëm, mbështetja e fortë ndaj sistemit të ri të drejtësisë. Nuk do të bëj ai ndryshim rotacioni, nuk do të mbush kutitë e votimit, nuk merr pjesë në zgjedhje, ama për shkak të abuzimeve që ka bërë njëri dhe tjetri dhe enturazhi respektiv i tyre, goditja prej spakut sjell dhe impakt, e unë jam nga ata që nuk e fsheh, sjell dhe impakt real politik në fushën politike dhe në fushën partijake. Kështu që këto janë mjetet dhe instrumentat të cilat do të sjellin ndryshimin. Ju thash, këtë po bëjnë ata të cilët së bashku me marrëveshje me njëri tjetrin janë duke e kanë kuptuar këtë lloj rreziku dhe kanë bashkuar forcat për ta goditur drejtsinë. Ali Bey, Partia Demokratike e njeh shumë mirë, ti ke qenë sa kohë kryetar i komanduar disa muaj. Më jep një koment për atë që po ndodh tani dhe lëvizja Saljani. Unë shikoj që sallat po i mbush. Ka kritika nga deputetët e PD-s që ndihmon ky, ndihmon ai, prova nuk kemi parë në të kundërt. Pritet që zoti Saljani të ketë një aktivitet të madh për treguar forcën te Pallati i Kongreseve, të paktën mua kështu më kanë ardhur informacionet. Si e shikon lëvizjen Saljani? Edhe një koment për atë pa garë në PD. E kam njohur dikur Partinë Demokratike. Duhet jemi sinqert, tashmë nuk është se e njoh faj shumë, u bën pak në 2 vite, pak më tepër, të cilët ja një edhe palsën sigurisht, kur them nuk e njoh palsën politike, jo thjesht nuk njoh personazhet aty, por ka ndodhur një gjë që është shndrruar palca, thatë unë do them ADN-ja e asaj partie. Në kohën kur unë dhe të tjerë ishim atje. Të bjem dakord? Ai parti nuk është se ka qenë historikisht demokratike. Ka pasur aty rrymë të ndryshme që bashkëjetonin me njëra tjetrën, që nga të përndjekurit politik, ish pronarët, po doni ju dhe ata të cilët në kapërcylljen e 90-s njohën një lloj konvertimi, po themi, nga antar apo përfaqësues Partisë Punës në Demokrat. Gjithsesi, ajo ishte një lloj bashkëjetese, një lloj amalgamash
rrymash që bashkëtuan për një kohë relativisht të gjatë, me thënë të drejtën, ndryshe nga gjitha partitë e tjera në Europë. Ajo se çfarë ndodhi në 21-shin ishte më e madhe se sa një konflikt për shkak të non gratës. Jo, ishte konflikti i fshehur gjatë gjithë kohës, që kishte qenë në letargji midis një partie e cila duhet të ishte antitezë e Partisë Socialiste, pjellë e Partisë Punës, një parti moderne, një parti me vlera morale, një parti orientuar nga perdi, një parti që e njeh edhe riciklimin e elitave, dhe pjesa tjetër ishte një parti e mbyllur, një parti e njëshi, një parti e idhullit, një parti ku zëri kundër nuk dëgjohet e me radhë. Ndodhi, me sa shofu, ndodhi që kjo e dyta fitoi. E në këtë pikë, prandaj unë them që nuk e njoh më në kuptimin që ADN-ja se partia ka ndryshuar, nuk është më tepër një e ngjashme me Partinë Socialiste. Ajo që po ndodh tani, në fakt, është produkt pikërisht i faktit që aty poli i vjetër politik, komponenti politik që buronte prej mendësisë diktatoriale, mendësisë komuniste, më lejo ta them kështu, po vjel frutat e veta. Jo vetëm zoti Saliani, që është më i zëshmi. Po në fakt edhe 2 apo 3 të tjerë aty kanë filluar, e kanë vendosur e kanë shqetësuar, kanë trazuar ujrat në atë që kanë ngelur Partia Demokratike. Ka një shpjegim se përse mbështillen mblidhen njerëz tek zoti Saliani. Jo aq shumë për merit të zotit Saliani, se sa për një diçka tjetër që unë mendoj. Sali Berisha ka menduar gjithmonë që ai është në krye të Partisë Demokratike, duke bazuar tek marrëdhënia e verbër e idhujtarisë me militantët. Si dikur, si para 90-s, njëna mendësi. Drejtuesi thjesht vetëm lavdërohet, i bëhen hosana, i pranohet gjithçka, konsiderohet i pasfidueshëm, konsiderohet që jeta e tij politike dhe biologjike është vetë jeta e partisë. Tashmë ka ndodhur që nga mbas 21-shit, më saktë, nga momenti kur mori në një farë mënyre dhe zyrtarisht drejtimin e asaj partie me vendim gjykate, e ngopi aq shumë urin edhe të militancës vetë që shumë shpejt do të arrëzonte Ramën, shumë shpejt do të vinte në qeveri. 6 muaj mos gabojmë. 3 muaj, 6 muaj, dhe kjo përsëritej në mënyrë sistematike, bëri që dhe militanca e vetë të filloj të ngrej krye dhe të jetë skeptike. Nuk ka goditje më të madhe për një mendësi të kësaj natyre, pra të idhujtarisë, të idolatrisë, se sa militanca të filloj dhe të ketë pikpyetje ndaj liderit vetë. Kjo po ndodh. E për këtë arsye, të gjitha ata njerëz të cilët po mbështillen tek zoti Saliani, mund të ketë dhe shumë të tjerë që mund të mos shkojnë tek zoti Saliani, por nuk e duan Sali Berishën, unë besoj janë shumë, Sali Berisha e kupton më mirë se të tjerët, prandaj edhe ishte agresiv me përjashtime, me vetë përjashtime në mënyrën më të shëmtuar të mundur. Kjo tregon faktin që shpejtësia e degradimit të këtij modeli dhe të këtij personazhi politik, madje të kësaj partie politike, është e madhe. Se ku do të përfundojë unë nuk e di, unë kam një lloj parashikimi, po ta shohim. Si parashikimi jot, shkutimisht. Për mua parashikimi është fare i thjeshtë. Ajo parti është shndruar në një parti private, në një parti të vetë Sali Berishës, i cili do ta marrë në fundin e vet politik edhe atë parti. Sepse ajo parti pa atë, dhe këtu kanë një të drejtë gjithë ata të cilët thonë që pa të kjo parti, edhe brenda oborrit, pa të kjo parti do të shkërmoqet, me sa duket, pa të kjo parti do të shkërmoqet. Po ky është parashikimi jot? Ky është parashikimi. Saliani mund të dali, jemi të bindur në një pikë që për sa kohë zoti Berisha është aty, edhe unë jam dakord me argumentimin tënd, është e pamundur, po mos ndoshta ka një jetë për te i zotit Berisha për kryetar të PD-s? E shoh vështirë.
Dakor, e kam dëgjuar atë se çfarë Ervin Seliani thotë që do që jetën e vet politike ta bëj aty brenda PD-s. Të ka kontaktuar? Jo. Nuk e kontaktuar. Jo. Do t'i bashkohesh? Po do duhesh të jap një lloj, jo nuk do t'i bashkohem. Pse? Sepse unë besoj arbër që në politik do duhet të jesh konstant në qëndrimet e tua. E shoh jo pa kënaqësi faktin që tani Ervin Seliani ka mbajtur po mban ca qëndrime siç unë dikur i mbaja. Siç kur them unë, jo unë vetëm, po ajo se çfarë ndodhi pas. Ishte një grup i madh. Një grupim i madh. Një grupim i madh, grupimi i shumë. Roland Beko, Edvin Kulluri, kanë qenë disa emra. Të cilët në atë kohë nuk kishim asnjë lloj kusuri politik, mbajtëm në një situatë të vështirë, një pozicion për ta shpëtuar këtë parti në kuptimin për të mos e shndruar në një parti si kjo që është gjithmonë më tepër në rrudhje, po një parti e cila konsiderohej prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç u konsideruar në atë kohë, si pjell dhe që do kishte mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç edhe doli. Pra ishte një grup i madh. Ajo që ndodhi, ju të gjithë e dini, po mirë është ta kujtojmë, që shumë nga këta personazhe politike sa po bërë deputet apo rishtas në politik, që s'kishin asnjë lloj detyrimi ndaj Sali Berishës, as borxhe, po s'kishin pse të ishin as të kërcënuar, po i them të dy alternativat, pak nga pak, një nga një, ndonjëherë edhe me grup, dezertuan moralisht pozicionin politik që zgjodhëm me dëshirë dhe kaluan tek shumica siç pretendonin në Sali Berishës duke i dhënë oksigjen atij. Njëri prej tyre ishte edhe Ervini. E mbani mend këto. Dhe në fakt ishte një dëm i madh që ju bë demokratëve, Shqipërisë, ku doni ju, dhe këta kanë një lloj faj, doze faj në dhënien e oksigjenit të një pjesë të sistemit të vjetër. Unë nuk jam, arbër ta them, unë nuk jam me ata njerëz të cilët sipas momentit zgjedhin dhe pozicionin. Moraliteti dhe koherenca në qëndrime duhet të jetë një nga vlerat në politikë, me çfarë do lloj koste qoftë ajo. Mjetë lën kjo, sepse kjo është një histori tjetër, ju thash, nuk i bashkohem, për sa kohë që mendoj edhe gjë tjetër. Ai mendon që ai dhe shumë të tjerë aty besoj mendon që mund ta ringjallin projektin e Partisë Demokratike. Okej, kanë të drejtën e tyre ta kenë këtë lloj ideje. Unë kam pak eksperiencë më shumë se sa ata, kam parë pak më tepër se ata, e njoh edhe më shumë po të doni ju Sali Berishën, dhe jo vetëm Sali Berishën, por gjithë enturazhin e tij, të cilët e kanë për jeta vdekja të partit ta mbajnë thellë në stomakun e tyre, pa menduar asgjë se çfarë ndodh pas fundit të tyre. Kështu që për sa kohë që midis qëndrimit, se duhet ta them edhe këtë kam menduar se kam thënë ndonjëherë, midis luftës për partin apo luftës për Shqipërinë, se kjo është e vjetër ndoshta, për një politikan, qoftë edhe i ri, do duhet të zgjidhte fare pa teklif që të luftonte për Shqipërinë, edhe duke sakrifikuar partin. Se këta nuk e kuptojnë këtë historinë e këtyre të cilët thonë PD-ja. Kjo historia PD-ja më kujton atë historinë që thuaj para 90-s. Partia Punës, partia ishte para. Jo mo, ka jetë politike edhe për te i PD-s, edhe për te i PS-s, madje nuk duhet ushqyer breza të rinj kjo lloj raporti me partin politike. Jo, ku një parti politike, ku ti ke kontribuar, është shndrruar në ADN-n e vet, ti aktivitetin, kontributin nën politike jep diku tjetër. Ka ik partia prej te, jo se ke ik tip prej partisë. Kështu që për këtë arsye nuk është se do t'i bashkangjitem. Ju thash, bën shumë mirë që ai atje brenda asaj partie bën betejën e vet, bën lëvizjen po. Ka edhe njerëz që mbështesin, është e drejta e tyre, nuk i qortoj, nuk ndaj këtë lloj zgjedhje me ta, nuk i qortoj, por ajo që shofun është thjesht e vetën që do të vazhdojnë në këtë lloj konflikti permanent ajo parti. Alibe, shkurtimisht, se po shkojmë drejt fundit, më mi koment edhe për grupin e zotit Gazmet Bardhi. Se ka disa rryma PD-ja. Se di nëse janë grupa, se janë grup, tani më duket atij se cili është për interesin e vet. Është i njëjti trajtim që unë thash edhe për zotin Saliani.
këta individ, dhe jo vetëm këta dy, po dhe shumë të tjerë, në atë kohë ku ishim në njërën anë që dhe thash, e zgjodhën vetë, besuam atëherë, unë besoj ende tani, që ishte qëndrimi më i ndershëm dhe më i mirë politik, këta personazhe të vegjël politik, rishtar, me thënë të drejtën, midis interesit publik edhe për Partinë Demokratike, edhe për Shqipërinë, po të doni ju, dhe interesit të vogël egoist, individualist, zgjodhën këtë të dytin. Për këta besojnë që në politik është mjafton të kesh një karrige deputeti, të mbyllësh gojë, të mos kesh një ide mendim politik, mjafton të bësh hosana kryetarit partisë, ai të ka me sy të mirë, të vendos në listat e mbyllura dhe ti vazhdon të marrësh rrogën e deputetit. Kaq e trisht është jeta politike e këtyre personazheve, të këtyre emrave që ti the. Dhe këta nuk është se janë grupim, njerëz pa mendim politik, ka një lloj keqardhje, me thënë të drejtën, sepse duke qenë një biologjikisht një breziri, s'duhet të kishin këtë lloj sjellje, duhet të ishte diçka tjetër. Duhet të ishte një lloj rebelizmi jo i fortë, jo kokfortësi. Sensin modern të fjalës. Sensi modern, diçka ndryshe. Ajo që pritet të ketë në politikën shqiptare. Diçka si kjo që po bëj unë ndoshta. Absolutisht po. Këto Këto janë sfidat reale me cilat njeriu mbase edhe nuk e brezi mbase nuk i kërkon, por po ju ndodhen përpara, nuk duhet të shmanget. Kështu që absolutisht e ke gjetur tamam krahasimin që njeriu duhet kuptoj që edhe në situata jo komode për veten e vet, duhet kuptoj të masave vlen politikisht, vlen mediatikisht, po marrim rastin, po duhet kuptoj ta njerëz, me sa duket, ju shmangën përballjes, gjetën rrugë jo të moralshme, duke bërë një dëm, duke përfituar për vete, por duke bërë një dëm edhe të tërës. Dhe ky është një faj i madh, me thënë të drejtën. Dhe morali fabulus paktën për mua është ky. Shumë dyer mund të mbyllen në jetë, po dritaret asnjëherë nuk mbyllen. Zoti Elbej, kam edhe disa pyetje të shkurtra. Po. Ka jetë për te të qenurit deputet, dhe si është jeta pasi periudhe të gjatë deputet, ish ministër, ju keni mbajtur postet larta? Absolutisht, jo vetëm që ka jetë, po ka një jetë edhe më me ngjyra, në kuptimin politik gjithmonë të fjalës. Ja, po ju them unë. Sigurisht në më pyet a më mungon apo jo, ta them këtë se duhet jemi sinqert, siç edhe më prezantuat në fillim të bisedës. Nuk është se më mungon, me thënë të drejtën, ajo jeta aty në parlament. Pse? Sepse ai konflikti edhe i stisur që ndodh aty çdo të enjte e me radhë, fillon edhe i vendosi, skalionon palët në ca pozicione të ngurta, të mbyll diapazonin, ti shkëputesh nga ajo se çfarë publiku thot ose mendon. Dhe fillon edhe ngarkohesh. Ndërkohë, kur nuk je në politikë, sigurisht ti nuk e ke më atë fuqi vendimmarrëse. Ama ke jo vetëm komoditetin, po ke edhe përgjegjësinë për të folur në mënyrë të hapur dhe për të folur në mënyrë të çliruar. Nuk ka më të rëndësishme se sa raporti me lirinë dhe raporti me të vërtetën. Unë kam mbajtur, jam munduar ta mbaj edhe kur isha në fakt edhe në qeveri, edhe në parlament, edhe në pushtet, edhe në opozit, por tashmë e ndjej që po, politik, kur them politik, të influencosh tek formimi mendor dhe politikit të tjere mund të bëhet edhe me këto instrumenta që jemi duke folur, atë që po bëjmë unë e ti tani në këtë moment, politik jemi duke bërë. Jemi duke dhënë një lloj këndvështrimi se si gjërat mund të bëhen më mirë, apo se si mund të kritikohen ato se çfarë ka ndodhur deri tani. Ndaj në këtë pikë ju them që po, jo vetëm bëhet politik, por ju them që bëhet politik më e mirë sepse kam përshtypjen edhe juve ju ka rënë në sy që njerëzit të cilët nuk kanë atë veladonin e deputetit, veladonin e rënd të deputetit, janë më të çlirët, flasin të vërteta, flasin siç janë ata të bërë, siç duhet. Dhe nuk shndrohen ata aktorët e vegjël hipokrit brenda parlamentit apo në politikë. Ali Bey,
Çfarë nuk kupton publiku nga politika? Çfarë nuk shikon nga politika shqiptare? Kam përshtypjen që publiku shqiptar nuk është se ndoshta nuk jam dakord me që nuk kupton. Kupton shumë. Ndoshta nuk e shikon. Edhe shikon. Sigurisht nuk shef kulisat. Po ka nuhatje për të kuptuar. Ka kulisa? Ka kulisa shumë. Atë që ndodhi. Të rafinuara apo Jo, tashme nuk janë aq të rafinuara, tashme janë shumë të vrazhda madje, janë të vrazhda. Ja, po atë që ndodhi javës së kaluar, e kupton publiku shqiptar fare mirë që ka diçka që kërcet midis faktit që u bën për 3-4 muaj Sali Berisha bën protesta, përveç edhe verbit që përdor, dhe një ditë bukur ulet bashkëkombëtat me Edi Ramën. E kupton fare mirë publiku shqiptar që Edi Rama, ky njeriu i cili thoshte që drejtsinë e bëra unë, drejtësia është pjellë e imja, se po të mos isha unë, Partia Socialiste ajo nuk kishte, e kuptoi fare mirë se çfarë qëndrimi mbajti në raportin e imunitetit të zonjës Balluku. Ka që mjafton, e kupton. Ajo që është problem, siç unë e shoh, është që ende fatkeqësisht ende nuk është krijuar një mundësi, një hapësirë, një alternativë, disa alternativa të reja që në momentin kur të bëjnë zgjedhje, të bëjnë një zgjedhje të tretë, ndryshe. Partitë e reja mund ta çojë sistemin? Shkurtimisht se. Unë jam nga ata, besoj edhe më ke ndjekur, që kam parë me shumë dashamirësi të gjitha këto partitë e reja, ku them partitë e reja, ato të cilët morën një lloj përfaqësimi në parlament. Gronsheaj, Lapaj, Qori e me radhë. Dhe me thënë të drejtën, i qëndroj ende faktit që në këtë raport midis publikut, zgjedhësve dhe këtyre partive të reja, publiku e bëri detyrën e vet. Jo pak arbër, 140 apo 150.000 shqiptarë që morën pjesë, shkuan dhe votuan njërin, por nuk votuan as Ramën as Berishën. Pra shkuan të votonin, pra dhanë sinjalin, folën me gjest. Shkuan të votonin për një parti politike që dini që nuk do të vinte në qeveri. Pra shkuan ati, jo për interes të vogël, meskin, të pushtetit, as militance. 150.000 në 1.6 milion, 10%, po themi në rastin më të mirë, ka qenë edhe më tepër, po kaq po marr, 10% nuk janë pak si një moment i parë që të krijohet vetëdijësia për një alternativë tjetër ndryshe nga e vjetra. Çfarë kam parë me, po doni jo, edhe me një lloj zhgënjimi, ka qenë sjellja e njërit apo tjetrit prej këtyre subjekteve. Se kam fjalën këtu për sherrin e vogël që ndodhi Lapaj, Shabani, jo se kam për atë. Ndodhin ato. Por e kam për faktin që të paktën tek qëndrimi i Shqipëria Bëhet, zotit Lapaj, kam parë që ka zgjedhur tashmë që të afrohet me njërin nga pjesë të sistemit, me zotin Berisha. Ja kam thënë dhe unë. Për sa kohë? Jemi gjasë si vale. Për sa kohë? Se njerëzit votuan se ishe kundër të dyja. Absolutisht. Ato vota të këtyre njerëzve që unë thash, janë vota të cilat qëndrojnë tek fakti, sigurisht edhe për, po doni jo, dhe për dashamirësi për zotin Lapaj, por mbi të gjitha ishte për refuzim të Ramës dhe Berishës. Dhe në momentin kur pozicionohesh politikisht, deri dhe hapur, apo dhe të rafinuar, me njërën nga pjesët e sistemit të vjetër, këta njerëz që kanë votuar, që janë njerëzit më stimatar, më të kultivuar, këta nuk votojnë më. Sigurisht ka bërë zgjedhje vet, është e drejta e tij, por ka një lloj interesi publik e marrë të mira sepse mund të dekurajohen këta njerëz që 25-ën votuan. Sigurisht ka mbajtur një qëndrim për të përshëndetur. Po them, edhe zoti Shehaj, edhe zoti Qori. Zoti Qori më konsistent nga gjithë. Më konsistent nga gjithë, po edhe zoti Shehaj, Gronsheaj, ka mbajtur një qëndrim. Dhe unë besoj që nëse ushqehet edhe në proceset e tjera, qoftë edhe në zgjedhjet lokale, nëse ushqehet kjo lloj mendësie që përtej të vjetrës Rama Berisha, të cilët duan të mbajnë njëri tjetrin, por ka politik, ka alternativë, ka ide, ka qëndrime, unë besoj që kjo do të jetë një gjë e mirë. Ju thash, testin për mua shqiptarët e kaluar, duhet të kalojnë këto lëvizje të reja, apo të lëvizje që ende skandal. Unë e shoh potencial të madh për lëvizje të tjera që mund të dalin, dhe do dalin besoj.
Alibej, për ta mbyllur, projektet e tua personale, profesionale, çfarë do bëjnë këtë Alibej? Ju jeni ende i ri, ë? Okej, tani mund ta thuash I ri në aspektin në profesional. moshë biologjike dhe profesionale, po atë politike, i kam ca vite dhe pesh mbi kurriz. Sigurisht, së bashku me kolegët e mi, ne kemi një projektin ton, sigurisht që qëndron. Do të vijoj? Absolutisht, e kam thënë, edhe ku ke qenë në vende të tjera, them edhe sot që sigurisht që do të vijoj. E kuptoj që bëhet gjithmonë më vështirë me gjitha lëvizjet që bën ata të cilët kanë vota sot në dorë. Megjithatë, është për të parë në këtë situatë, unë thash, duke qenë jashtë parlamentit, nuk e ke aq shumë instrumenta në dorë, bëhen më të vështira për hir të vërtetës, por ama fjalën, daljet mediatike. Dhe këtu falenderoj ty dhe shumë kolegët e tyre që na keni bërë të mundur gjithmonë. Edhe në vështirësi na keni bërë të mundur dhe kjo ju bën nder, nga ana jon keni vetëm falënderim. Daljet mediatike, komentet dhe angazhimet publike ne do t'i kemi. Pasandaj këto uroj të koagulohen në një lloj bashkimi, jam unë për bashkim të gjitha lëvizjeve të reja, të cilat kanë një të përbashkët. Jo me të vjetër, jo me Ramën, jo me Berishën dhe me ca piketa morale. Për këtë jam. Kjo, nëse të ndodhet, ne do të jemi pjesë. Në zgjedhjet lokale do të merrni pjesë apo? Kjo është për të parë, është herët. Nuk ta them dot tani, duhet të jemi sinqert, edhe në pritje të faktit se çdo të ndodh me reformën administrative territoriale, ajo do të ndryshoj shumë nga planet që mund të bësh, po sigurisht që prirja është për po. Ngelet Elbej, faleminderit, bashkësi dhe urive. Gjithë mirat. Ndërkohë, me këtë intervistë erdhëm në fund të pjesës të parë. Mos harroni na bëni subscribe, jepni komentet tuaja, pyetje, sugjerimet, si e thash, i gjithë stafi jon do t'i lexoj dhe do t'i shqyrtoj me vëmendje. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi me pjesën e dytë. Takohemi në pjesën e dytë të Albania Newscast, do ndalemi te situata brenda kampit opozitar, ka shumë debate, shumë diskutime, jemi vetëm pak ditë nga mbajtja e zgjedhjeve për kryetarin, një zgjedhje që pak a shumë është diskutimi mbyllur, por ka shumë interes pjesa që ka të bëjë me kryesinë, por edhe me Këshillin Kombëtar dhe gjithë organet drejtuese të qeverisë të Partisë Demokratike 2026-2030. Kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Ilir Ali Mehmeti, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, por që çuditërisht është një zë i cili merr një vëmendje më të madhe dhe se shumë deputet, madje shumë njerëz e konsiderojnë sigurisht deputet pavarësisht se është vetëm tek Këshilli Kombëtar. Ali Mehmeti, faleminderit. Kënaqësi gjithë. Faleminderit juve për ftesën. Një zë cilësor, kjo nuk duhet harruar. Dhe unë prandaj kam kënaqësi që edhe të kam ftuar. Ali Mehmeti, futemi më njëherë në diskutime. Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Pra, si shikon këtë diskutime? Do futemi edhe në detaje të tjera, por më jep një komentin tënd të përgjithshëm. Sheve, nuk mund të ndajmë asnjëherë një moment nga një proces vazhdimësie momentesh, sepse unë kam hyrë në Partinë Demokratike në prill të vitit 2022, ku Partia Demokratike ishte mendoj unë, në problematikën e saj më të madhe që ka qenë ndonjëherë, për sa kohë ajo ka ekzistuar, ka qenë luftuar juridikisht, politikisht, ndërkombëtarisht, në çdo aspekt, e përçar. Pra u desh bënim shumë beteja për të kthyer dhe këtë ajo që është e vërteta e madhe, që në fund fare partia është e njerëzve, pra ata që njerëzit vendosen, mblidhen bashk, vendosin një emër, një simbol, një flamur, kryesin, idealet për çfarë qëndrojnë e me radhë. Janë njerëz që vendosin jo gjykatat. U kalu është ka përcy tashmë ky lloj problemi dhe tashti jemi në këtë situatë, por s'mund ta ndajmë dot. Sot ka një pjesë e madhe, le të themi, e ri zgjedhjeve të degëve, të kryesive degëve me radhë është kry, një pakicë ka mbetur ende për të kryer, por është drejt përfundimit, dhe ju e dini me 30 maj është mbledhja e kuvendit të Partisë Demokratike, kuvendit kombëtar, që është organi më i lartë i Partisë Demokratike, ku fillimisht zgjidhen antarët e Këshillit Kombëtar, pra vendos kuvendi. Njëkohësisht ne dimë që është një grup pune prej 10 juristësh të mirënjohur, deputet, zoti Bardhi, zoti Kaso e me radhë, por edhe jurist të Partisë Demokratike që po punojnë për paraqit pranë kuvendit disa ndryshime statutore që presim të shohim se cilat janë në mënyrë të tillë që të votohen nga kuvendi. Nuk e dim. Nuk di, po mbot pyetje në këtë drejtim se kush janë, nuk e di, do të shohim datë 30 maj. Gjëra teknike. Bazuar mbi këto elemente, prodhohet një Këshill Kombëtar, i cili
zakonisht në traditën e saj, pak ditë më pas, pra një javë, 10 ditë më pas, mblidhet, konstituohet, zgjedh në radhë parë kryetarin e Këshillit Kombëtar dhe pastaj fillon me të gjitha nivelet e tjera, pra kryesinë, sekretariatet, nën-kryetarët e me radhë. Pra këto pas zgjedhin nga Këshilli Kombëtar. Proces i cili besoj unë do mbaroj pak a shumë rreth gjysmës së qershorit. Është i rëndësishëm sepse kjo do jetë pastaj edhe linja që do ndjek Partinë Demokratike për gjatë të paktën 2 garave, përmes që shumë e rëndësishme për 2029. 27 është patjetër e rëndësishme, se është më e afërta, por nga krau tjetër është më pak, le të themi, e ndikuara nga, le të themi, kryesitë e vogla e me radhë, se është më lokale. Ndërkohë që patjetër, zgjedhjet parlamentare, zgjedhjet qendrore janë shumë më të ndikuara. Betejë më e madhe. Patjetër, janë shumë më të ndikuara, shumë më të drejtuara nga kjo kryesia apo Ali Mehmeti, çfarë duhet ndodhi me Këshillin e ri kombëtar të Partisë Demokratike, kryesinë, sekretariatet, kryetarin e diskutimi mbyllur? Duhet ketë emra të rinj. Për Këshillin Kombëtar duhet të një amalgam. Unë mendoj që gjithmonë është një formulë, nuk ka një zgjidhje, po themi, të artë për çdo gjë, po një formulë që është parë, që është e shëndetshme edhe në partitë e tjera, sepse fund fare ditës ne do shohim edhe për karshis si motrave në Europë, që çdo 4 vjet ka një ndryshim me afro rreth 30%, pak a shumë, çdo 4 vjet. Që bën mundur që për këto 3 mandate praktikisht janë ndru të gjithë, po ta shihni. Rinovim. Pra ka një rinovim. Tash kuptohet, çdo situatë nuk i ngjan çdo situatë dhe kjo 30-a nuk është në një ekuacion kështu i pa kontestueshëm, pra dikush mund të thotë 25, dikush mund të thotë 40, çrëndsi ka. Pra ka nevojë për një rinovim, por më tepër se sa vetë rinovim, më tepër se sa emra do kishte qenë më përfaqësim, do thoya. Kjo do kishte qenë gjë e më e rëndësishme. Pra un kam qenë gjithmonë mbështetës i idesë që anëtarët e Këshillit Kombëtar, shumica dormuese e tyre, duhet zgjidhen në shkallë dege. Pra dega përkatëse, po marrën për shembull dega lushnjë, i zgjedh anëtarët e Këshillit Kombëtar, aq sa i takojnë në përpjestim se ka një përllogaritje, pra madhësia e degës, sa mbështetës ka qenë Partisë Demokratike, rezultatet zgjedhore, ka një ekuacion që thot fund fare ditës ju përfaqësohen me 4, 5, 6 anëtarë të Këshillit Kombëtar dhe i zgjidhni ju mes jush. Është më korrekte kjo se sa një zgjedhje kombëtare, sepse me gjithë mirat apo të këqijat ne nuk mund të njohim dot gjitha kontributet e demokratëve në të gjithë kombin. Pra, në momentin që duhet votosh një listë, siç herën e kaluar, po supozoj sikur të jetë njëjtë si me 30 prilin e 22-shit. Pra voton deri në 150 kandidat që janë në shkallë kombëtare, kjo bëhet më e vështirë, sepse nga do e di çdo delegat që vjen nga çdo anë e Shqipërisë, kontributet e demokratëve të tjerë që ndodhen në anën tjetër të Shqipërisë. Kjo është e vështirë për tu matur. Do kishte qenë shumë korrekte të ishte në nivel dege, do ishte më përfaqësuese, më aktive, patjetër duke i lënë kryesisë edhe një numër pastaj elitash, mund të jenë shkallë kombëtare, njerëz të njohur, figura me radhë që nuk mund zgjidhen dot ndoshta nga asambleja direkt, por do prodhonte një këshill kombëtar më përfaqësues. Kjo është më e rëndësishme dhe më aktiv. Kjo metoda tjetër është më pak funksionale dhe kuvendi ka detyrë zgjedhë këshillin sepse këshilli është nga ana tjetër organi më i rëndësishëm ndërmjet dy mbledhjeve të kuvendeve. Pra çdo gjë tjetër në ndërmjet është këshilli kombëtar që ndërhyn dhe merr vendimet. Prandaj duhet të ishte më përfaqësues dhe më aktiv në një format tjetër, po do janë kur të jemi në ato forume për të folë, patjetër do t'i diskutojmë në këto forume, po kjo bën sens. Thjesht bën sens sepse njerëzit njohin më mirë aktivistët dhe antarët e Partisë Demokratike që ndodhen në zonën e tyre, se sa në një qytet që është shumë larg. Nga krau tjetër pastaj qytetet e vogla janë, le të themi, të dizavantazhuara në krahasim me Tiranën, se delegatët e Tiranës janë shumë në numër, se sa që mund të janë për shembull delegatë. Dhe me të drejtë, normale, sepse këto janë shumë, se mund të jenë delegatët e Maliqit. Po atëherë si do i bëjmë, do lejmë këshill kombëtar pa përfaqësuesnëve nga zona e Maliqit, se po të ishte kështu me votë direkte, do fitonin vetëm qendra. Pra, shumica dormuese e popullatës tashmë është në Shqipërinë e Mesme. Atëherë pra do një rregullim nga ky drejtim dhe kjo mund të kishte qenë zgjedhja përmes degës dhe zgjidhte këtë bisedë, patjetër duke ruajtur kotat gjinore, përfaqësitë fetare me radhë. Zoti Luan Baçi, deputeti i Partisë Demokratike, në disa studio televizive që kam qenë me të, ka hedhur iden drejtuesit e qarqeve, ata që kanë humbur sidomos, por duhet të largohen.
madje duhet ndahen dhe pozicioni i deputetit, nuk duhet ketë funksione të tjera në parti. Po. Je dakord me këtë tezë? Po. Zoti Xhelal Mziu ka thënë të kundërtën, që nuk ka pse të sulmohen deputetët si përgjegjësi nuk është çështje të sulmimi, tjerë. nuk është çështje sulmi, është çështje strategjie që ngren partia, forca politike për karshi zgjedhjeve të ardhshme. Pra është çështje strategjie, nuk është çështje as sulmi, as mbrojtje, pastaj tek të bëjmë personale pastaj që Jo, mbetemi te fenomeni. Parimi i ndarjes së grupit parlamentar, jo i plot, se s'mund të jetë ndarje e plot, po. Deputeti është pjesë e rëndësishme. Nuk është ndarje e plot, se për shembull kryetari i grupit parlamentar, non kryetari i parlamentit apo kryetarët e komisioneve parlamentare duhet të jenë dhe në kryesi, patjetër, sepse do bësh lidhje ndërmjet parlamentit, s'mund të jenë dy entitete komplet ndara këto. Por nga krahu tjetër, që të jetë përqindja kryesore e kryesisë Partisë Demokratike, dhe kjo tashti nuk bën shumë se pastaj bën që njëra palë zgjedh palën tjetër. Pra gjithmonë do zgjedhë vetë në vetë. Qofse ketë njëjtat pozicione gjithkund, njëti grupazh do zgjedhë po të njëjtin grupazh. Sepse ne kemi parë janë vendime kryesia ato që bëjnë lista e deputetëve, dhe nëse lista e deputetëve dhe kryesia është e njëjta, atëherë tu nuk ka diskutim. Kjo është e mbyllur. Pra ndoshta ky është mendimi që ka zoti Baçi kur ai e lidh edhe me humbjen, Mendoj që humbja do reflektu, do të analizë, duhet bërë pak më para, megjithatë u bë analiza, duhet të ishte bërë muaj më parë në mënyrë të tillë që edhe kujtesat jetë më i qartë, se gjithmonë kur e bëjmë një vit më pas, kemi fillojnë na mungojnë disa elemente, por mendoj që bën gjithmonë sens që të kesh një hap para, një hap mbrapa në varësi të arritjeve që ke bërë, të objektiva reale, se ka disa zona që dihet që nuk i fiton Partia Demokratike. Pra nuk mund të vërtetësh nuk u fitu kjo zonë, dhe automatikisht një hap mbrapa, ka qarqe që si ka fituar ndonjëherë Partia Demokratike. Po këtu objektivi është brenda vetes, që do të thotë ke qenë 40%, a ke shkuar 41 apo ke shkuar 39. Pra ke bërë hapin para apo ke bërë hapin mbrapa, kështu bëhet llogaria. Jo detyrimisht i ke fituar apo jo. Megjithatë i takon kryesisë, zoti Baçi, zoti Mziu e tjerë me sa diun janë të dy antar kryesia dhe mund të diskutojnë atje. Unë nuk e di të ketë pas një vendim tillë, paktën Këshilli Kombëtar nuk është diskutuar, do presim ta shohim ku vend. Por parimisht mund të ishte një mekanizëm që ofron një frym ndryshimi. Pra ky mekanizmi i shkëputjes së pjesshme, se plot nuk bëhet dot, të grupit parlamentar nga kryesia e vogël e Partisë Demokratike. Ali Mehmeti, më jep komentin tënd. Dies që ta provoj. Edhe sepse parlamentarët ton, pra të Partisë Demokratike, kanë një detyrë të vështirë tash në këtë lloj qeverie, me këtë lloj numrash përfaqësia në parlament, dhe janë mjaftueshëm ngarkum dhe kanë mjaftueshëm ngarkesë në këtë drejtim. Nga krahu tjetër të merr dhe me strategjinë e zgjedhjeve të ardhshme, ndoshta mund të ishte e tepërt për këdo. Është një barë që është e vështirë të arrijnë ta majnë, ndoshta jo të gjithë e majnë, dikush po jo të gjithë. Dhe në këtë drejtim do duhet të jemi efikas. Pra ata kanë betejën e tyre parlamentare, disa tjerë mund të kenë betejën e tyre në drejtimin e forcës politike për karshi zgjedhjeve të ardhshme. Po ky është vendim që do i takoj kryesisë për ta marrë dhe kuvendit për ta marrë shumë shpejt. Pra do t'i vëmë për shumë pak ditë. Unë po ju them argumentet plus pro dhe kontra për të dy llojet e qëndrimeve. Pra më e kontrolluar, më e qartë, e kristalizuar, më pak çuditëra se çfarë mund të ndodh në rast se është i njëjti grup, pra dhe këtu dhe aty, dhe një mundësi për të ecë përpara, për të pas një lëvizje, një hapje dhe ndoshta për të afruar dhe njerëz tjerë nga jashtë forcës, nëse këto do ishin dy entitete relativisht të ndara. Ali Mehmeti, më jep komentin tënd të sinqert për zgjedhjen e kryetarit. Duhet të kishte një kandidat tjetër, duhet lejoj gara në PD për kryetarin? Jo, unë jam pjesë e një mendimi politik që mbështet pluralizmin, që mbështet që çdo parti, se ka këtu nisë pluralizmi, apo çdo grupazh, apo dhe çdo individ duhet ketë akses për të kërku vot, dhe nëse mbështetet, nëse fiton me vot, qeveris, nëse nuk fiton, nuk qeveris. Patjetër, kur bëhet fjalë varësi të figurës, pra varësi të postit ku neve flasim, nuk mund të thush dot që për kryetar të Partisë Demokratike mund të jetë kushdo. Kushdo nuk bëhet dot, sepse absolutisht. Eventualisht do jetë kryeministri në hija, apo jo, do jetë lideri i opozitës, Partia Demokratike është lideri i opozitës. Duhet ketë një filtr të figurat. Pra, duhet ketë një lloj lartësie kur neve diskutojmë. Nëse unë do duhet vesha ndonjë kriter, do thoja
antarët e kryesisë ose kryetarët e degëve të aktual ose të kalum, pra janë njerëz që dhe janë zgjedhur dhe janë marrë me zgjedhje dhe janë të qartë se ku po shkojnë. Maksimum do thotë deri ke Këshilli Kombëtar. Pra antarët të Këshillit Kombëtar maksimumi, pra dhe këta janë zgjedhur nga kuvendi, janë të përfshirë në angazhime politike, zgjedhore me radhë, janë të njohur. Detyrimisht janë dhe figura të njohura. Publike kanë bërë debate. Në këtë lloj niveli do thonë. Kanë bërë dhe beteja. Do ishte shumë e habitshme nëse ti do merrje dikon komplet nga jashtë dhe thoje tani do kandidoj për kryetar, kjo nuk bën shumë sens. Dhe nga ky aspekt, nga krau tjetër do duhet kesh edhe njerëz që janë përgatitur për të marrë pjesë në një garë tillë, sepse do duhet të kandidojë dikush, e kupton. Patjetër. Mund të thumë duam neve të ketë garë dhe automatikisht ka garë. Do duhet që edhe krau tjetër të ketë kush ka ambicien për dalë dhe të ketë bërë një lloj trajektore të tillë që të çon deri në këtë nivel. Pra unë për garët jam gjithmonë dakord. Pra ku ka pas primare janë futur. Ku ka pas listë hapur janë futur. Unë personalisht qëndroj që garat forcon, garat çon përpara. Mund edhe të humbësh. Patjetër. Kjo është demokracia. Po kjo të çon përpara. Fiton majoranca. Sidomos kur përballë ke kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Berisha. Apo jo, i cili është ka qenë lider historik i kësaj force, vazhdon është. Po duket sikur ai nuk e ka lejuar një garë Ali Mehmeti apo jo. Do duhet që të flitet me të. I vetmi person i cili mendoj unë në garë i plotsonte pra se ishte antar kryesie. Ishte zoti Saljani për shembull, që mund të kishte garë në atë drejtim. Pra unë mendoj që aty do ishte një garë ndërmjet një antari kryesie dhe kryetarit. Jam i qartë për përfundimin e garës, po gara do ishte mirë. Biem dakord. Gara do ishte mirë, mendimin tim bëj me çdo figurë, po gara do ishte pozitive. Se njerëzit e e kërkojnë një garë. Pavarësisht që ne dim gjithë rezultatet do jetë në favor në mazhorancë goxha të lartë. Saljani thotë që unë fitoj, prandaj më larguan, po. Çdo kandidat ka drejtën e vet, ambicet e veta, vullnetin e vet, shpalos horizontin e vet, vizionin, metodën, strategjinë që do përdore me radhë. Ajo që më mungon të mu dhe nuk e shifsha, sepse patjetër puna duhet nisë përpara, nuk mund të jetë ajo ditë e fundit dhe javë të fundit. Se pam edhe kandidatura tjera që dolën ditë e fundit, që e kemi shumë të qartë që nuk mund të shkohet ashtu. S'ka shumë diskutim për nga krau tjetër ama kërkon dhe një grupazh. Pra unë e mendoj garën, njëjtë siç e bën opozita, Partia Demokratike e bën ndaj qeverisë. Pra nuk vën vetëm kandidatin kryeminist, po vetë kandidatët për ministra, po ka gjithë ekipin. Ka një ekip të tërë. Qeveria në hije gati. Unë prandaj thash qeverisja e PD-s 2026. Kështu që mendoj që edhe po të kishte pas një garë reale, konkrete, të vërtet brenda Partisë Demokratike, do duhet ishte të shive dhe grupazhi, pra kush do jetë kandidati për sekretar të përgjithshëm, kush do jenë kandidatë për nënkryetar. Pra duhet një garë kush do jenë kandidatë për sekretariate, për këshill kombëtar, me radhë. Pra në çdo nivel, për një garë reale po flasu. Për ndryshe, në momentin kur një garë nuk është reale, unë nuk jam dakord me farsat Alam Aqo Lakror, me gjithë respektin, se ai ka qenë figurë nderuar brenda Partisë Socialiste, por madje nuk jam për kështu lloj garë, kjo nuk është garë. Se në atë kohë kisha filluar gazetarin, flasim për vitet 2005-2009. Zoti Aqo Lakror në përfundim të procesit tham kam 10 votat. Dakor. Le dal. Historia e vërtetë. U futa se duket edhe për ta thyer pak, për ta bërë pak diskutim. Thjesht do doja një garë reale. Jo unë si lir, po unë si demokrat, unë si qytetar, sepse një garë reale grish, nxjerr njerëzit në garë për të shkuar për të votuar. Nëse gara pastaj nuk është aty ku duhet, atëherë më mirë të jetë e tillë që quhet rikonfirmim, se ky rikonfirmim është. Po. Njëjtë siç e bëm 2023 në kuvendin e 2 dhjetorit vitit 2023, pastaj më mirë të jetë një rikonfirmim se të jetë një garë fals. Referendum e kanë quajtur. Referendum nuk mund të quhet se ka rregulla të tjera për të quajtur referendum, po ky është rikonfirmim. Më mirë të jetë në këtë pikë rikonfirmim se sa një garë falso. Unë nuk do preferoja garë falso. Pra, o ti bëjmë një garë dhe kostot do ishin më të mëdha dhe në opinion të gjitha. Absolutisht po. Kështu që jam mendimit që në fund fare ditës kjo ka qenë në kosto efikasitetin e vet, zgjedhja më kosto efikase. Je dakord me lëvizjen e Saljanit në këtë moment që nuk është pjesë e garës? Ti ke qenë në fillim. Saljanit ka përmendur në një studio televizive, tha që vajti bëri pazar, u bë kandidat për kryetar bashkie. Ke kontakte, ka qef mbetje, e tradhove? Nuk e kam dëgjuar këtë. E tradhove? Jo, nuk ka se tradhtim. Besoj mund të nxjerrni, nuk keni intervistat e mia. Son I them hapta zgjerat, nuk kam ndonjë gjë për të fshehur. E kam thënë shumë qartë se e tillë ishte një lëvizje për rizgjimin e Partisë Demokratike dhe jo një lëvizje për kryetar. Se tillë ishte diskutimi mes nesh.
Pra nuk ka patur ambicie. Jo të shprehura, nuk na i ka shprehur, nëse i ka pasur aty nuk na i ka shprehur. Pra nëse kanë dalë më pas, është e drejta, është drejtë për çdo personi të ketë ambicion dhe të garojë, nuk ka asnjë, unë ja thash pak më parë, dhe mbështesja nëse do garonte. Kuptimi që garo. Unë e di përfundimin, e di ku shkon, se di që nuk shkohet ashtu. Dhe i di sondazhet, njoh militantin, njoh votuesin, njoh simpatizantin e partisë dhe kam shumë qartë se kush është fryma dhe terreni. Por nuk është shprehur një unë kam qenë shumë i qartë, kjo nuk është lëvizje për kryetar, se po të kishte qenë do thoshe shumë qartë, nuk bëhet kjo punë kështu. Dhe kam qenë fort kundër përçarjes, pse se ju a thash, unë kam hyrë në prill të 22-shit Partinë Demokratike. E kam parë se çfarë dëmi ka sjell përçarja. Dhe në vitin 2022 e kam bërë zgjedhjen time. Ku qëndroja, në cilën llogore po doni juve. Dhe ju e dini që unë kam hyrë primaret për Bashkinë e Tiranës në nëntor të 2022-shit. Thashë them të janë që fitove garën, po nuk do të. S'ka rëndësi. Pra, unë për Tiranën kam hyrë në 22-shin. Aso kohë ne quheshim, si quheshim në foltoria dhe vula. Kështu na ndanin. Rithemelimi. Po ne ishim foltoria, rithemelimi, dhe krau tjetër ishte quhet nga kundërshtarja, se nuk quhen në njërin tjetër, ne quhen Parti Demokratike. Por kundërshtari kështu e mante narrativën. Pozicionimi im ka qenë i qartë që në fillim. Qofse dikush nuk e ka kuptuar, pastaj ka vështirësi për ta kuptuar. Unë nuk shkoj asnjëherë ke logjika, nuk e thash, nuk e kam dëgjuar, ose nuk dyshoj që ka përmend këtë term, por nuk shkoj asnjëherë ke logjika pazare. Jo, kandidat për kryetar bashkie ka thënë. E thot ai. E thoni ju. Është thënë, ëh. Ndjes, e thoni ju që ka thënë, unë nuk e kam dëgjuar. Mirë, okay. Por besoj unë që kur futesh në çdo palë primare, kur futesh listë hapur, tregon shumë qartë që nuk po mbështetesh në marrëveshje dhe pazare dhe kulisa të çfarëdo lloj tipi. Unë marrëdhënie kam me qytetarin. Marrëdhënie kam me njerëzit. Ata janë mbështetësit, ata janë forca, ato janë fryma, ato janë frymëzimi. Çdo gjë tjetër pastaj ja lë tjerëve ta gjykojnë. Nuk është. Ali Mehmeti, mendoj që por kujtoj që 22-shin pozicionimit e gjithë secilit në cili kamp ishim dhe vazhdojmë pozicionimet të cilat kampe janë. Pra njerëzit duhet të kenë një qartësi ambientale, duhet të kenë një koherencë dhe konsistencë ke veprimet që bëjnë. Kam dalë për Bashkinë e Tiranës që 22-shin. Nuk besoj se ekzistojshin këto diskutime aso kohë që flasim dhe vazhdoj, jam në atë linjë, jam kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës. E me radhë, pra linja ime është e qartë, pastaj në kushte emocionale të caktuara, dikush mund të mendojë çfarë dëshiron. Për ta mbyllur diskutimin Saljanit, ka vend për të në Partinë Demokratike nëse do të pyetesh ose nëse do duhet të votosh? Unë kam qenë i qartë, patjetër që je për vetë përjashtimin në klapa. Unë jam i qartë për pozicionin e tij demokrat. Unë jam i qartë për pozicionin e tij aktivist, madje edhe me rezultate shumë të mira elektorale në të gjitha qarqet ku ai ka qenë drejtues. Unë jam i qartë për dënimin e tij politik. Unë zotin Saljani e kam njoftë në burg. Pra kam shku për të taku, kur ai tashmë kishte marrë dënimin politik. Më parë kishim pas takime shumë të shkurtra, shkëmbime thjesht rastësore. Pse? Sepse vlerësoja që ai po bënte një burg politik për shkak të kontributit që jepte brenda Partisë Demokratike, jo se e çoi Partia Demokratike apo etj etj. Por si aktivist, si parlamentar i Partisë Demokratike, kishte një sër aktivitetesh ndryshme, njëri prej cilëve e detyroi dhe pati këtë lloj dënimi. Dhe atje kam njohur, kemi qëndruar, patjetër ka pas simpatinë dhe mbështetjen time sepse ishte shumë e qartë se çfarë po vuante ai. Dhe ishte një nga metodat për ta hequr edhe nga qarku Elbasanit ku ishte drejtues qarku. Sepse duhej që qarku Elbasanit të dilte më keq se sa çdo dilte, ndoshta po të kishte qenë zoti Saljani kryesi, po kjo mbetet ashtu diskutimeve. Dhe doli, po, ashtu doli. Këtë neve mund edhe ta diskutojmë, ta komentojmë si doni juve. Pra nuk kam ndonjë dyshim nga ky lloj drejtimi. Pra, për sa kohë forumet drejtuese kanë pranuar që ai ishte dhe u kooptua në kryesi të Partisë Demokratike, ai për mua ashtu mbetet. Në Këshill Kombëtar nuk ka ardhur ndonjëherë ky diskutim. Dhe për mua demokrati mbetet demokrat. Unë nuk shkoj me logjikën them ky është demokrat dhe ky nuk është. Unë nuk e kam këtë lartësi kaq të madhe sa për të thënë që kush është dhe kush nuk është. Kush e ndjen shifet me veprime gjithë secili, jo me fjalë dhe me fjalime. Do ishte vlerë patjetër që tash të gjithë forcat, çdo do jenë opozitar, demokrate, po.
të mlidhen dhe të kuptojnë që ne nuk kemi probleme njëri me tjetrin. Nuk kemi fjalë njëri me tjetrin, nuk kemi as duhet ketë hatërmbetje, po dhe po pati duhen sheshu, duhen ka përcy, pse se ke një problem më të madh përpara. Shumë më të madh përpara. Ke një qeveri, ke një situatë ku Edi Rama me një 5 kriminal, me një 5 biznesmen, me një 5 pronar mediash, po i fej, këtë numrin 5 thjesht për, janë 3, janë 7, shëndësi ka, praktikisht po sjell një Shqipëri pa të ardhme, për asnjë prej nesh. Pra, ka riskun që në të ardhmen, neve do kemi një Shqipëri që do ketë kriminal, pleq dhe beton dhe kaq. S'do ketë më asgjë tjetër. E hape këtë punën e betonit. Nëse dum këtë të ardhme, okay, do kalojmë vetë qeveria. Me përndryshe, çdo diskutim mes nesh, kur them mes nesh dhe mes njerëzve, nuk e kam mes PD-s, mes njerëzve, do mbyllur. Pse? Po na hikin fëmijët. Çfarë vlere kemi neve, nëse do na hikin fëmijët? Do thonë, unë nuk e di, po unë besoj se ka njëri që do më u plak vetëm. Unë s'du më u plak vetëm. Ky është objektivi im. Mundu që fëmijët e mi, vajzat e mia, të rritën, të kenë mundësi të jetojnë, të punojnë, dhe nuk do hikshin për arsye ekonomike, të jemi të qartë. Do hikshin për arsye mungese shprese. Do hikshin për arsye mungese meritokracie. Do ishin për arsye sepse do vishte, do e kuptojsh shumë qartë që po jam dakord, të shpresë që nuk e qeveria, përse nuk e opozita Ali Mehmeti. Po punojnë, po shkollohen. Jam dakord. Nesër do derdhën ders etj dhe do vinë një dikush që është me 4 klasë shkollë dhe ja merr gjitha. Këto janë realitetet tona. Shndron logjik, absolutisht. Mes njerëzve, mes nesh, po ne duhet jemi dakord ke kjo. Dakord, po mungesa e shpresës. Po. Mungesa e shpresës tek opozitë, tek qeveria, përse nuk reflektohet tek opozita? Nuk është mungesë shpresë ke qeveria. Shive, janë 3 emocione që komandojnë një popujt në përgjithësi, në rastin tonë, Shqipërinë. 3 emocionet, varësi kush prevalon pastaj shkon mirë dhe shkon keq, janë me drejt një përmendët ju, shpresa, por është dhe frika, por është dhe poshtrimi. Këto janë 3 emocionet e mëdha. Dhe varësi kush prevalon, se të gjitha janë të pranishme gjithmonë, por varësi kush është më shumë e kush është më pak, shteti ecën përpara ose mbrapa. Në Shqipëri, po ta shihni juve, ekziston frika. Frikë se të heq nga puna, frikë se sjell tatime tjetri, frikë me të voni like Facebook. I shohim ne këto. Deri këtu ka shkuar? Po, pyetni njerëz, ju jetonin në terren njëjtë si unë. Keni njerëz që thonë kam frikë me të bëj like, na shohin. Nuk ja kërkojmë, patjetër, se s'kemi pse t'i vejmë këto sikletë, nuk ka nevojë fare për like. Mesazhen e receptojnë ato, nuk kemi nevojë neve për like. As për foto, as për koment, as për share, nuk kemi kështu aktivistë. Mjafton vota. Nuk kemi kështu aktivistë neve. Neve duhet kuptojmë që jemi duke fol diçka që është për të gjithë ne, nuk ka lidhje me një parti ose një tjetër. Nuk kam nevojë. Po kjo është është frika. Është frika që del në rrugë dhe s'ke siguri rrugore. Është frika që del në bësh pazar dhe s'ke siguri ushqimore. Është frika që shkon në spital dhe s'ke siguri shëndetësore, se del ajo thotë s'ka analiza, s'ka ilaçe. Këto janë frikrat tona. Është frika që na ikin fëmijët. Frikë është. Pse do të jetoj vetëm? Hiku. Poshtërimi. Ju e ka pak më parë. Po është poshtërimi patjetër. Çovësh dikë këtu që është gdhë komplet. Që s'ka si shkollim, që s'ka as një prejardhje, që s'ka asgjë dhe ky ti merr ty të gjitha. Të merr çdo gjë më. Çdo gjë, çdo realitet ta ka marrë ky dhe fëmijët e tuaj nuk kanë ku të rriten më nesër. S'kan më hapësira. Nuk kanë më vende ku të punojnë. Që i merr gjitha ky, i vendos gjitha ky. Ju vjen emri se doni, sa i thon oligarkut, sa i thon biznesmenit, sa i thon politikanit, çrëndsi ka. Njerëz që nuk kanë asnjë prejardhje nga ku vijnë dhe nuk kanë asnjë vend ku duan të shkojnë. Thjesht po bëjnë karkalecin e momentit dhe këtë vend po e uzurpojnë dhe po e harxojnë. Këtu me vlerë shpreh zoti Rama KÇK. Kjo është mund të jetë. Po KÇK është vetë zoti Rama. Se ai është kryetari i shtetit. Ai është ai i cili bën të mundur këto gjëra këtu. Se ai ka dorë për të ishte. A është ai kryeminist? Nëse ai do ta bënte punën mirë, do e mbështet çka unë i pare. Pra nëse ne fëmijët tan do i shohim që thon, e di çka? Po duam të rrim Shqipëri. Para se kaloj te Rama. Ishte pozitive. Se e kam pyetje te Rama. Po, dhe ta përfundoj. Dhe shpresa, se duket sikur i bëj bisht fjalës shpresa. Patjetër që shpresa i takon më shumë opozitës për ta ngritur. Diskutohet. Shpresa është gjithmonë tek opozita. Por do kujtoj një diçka, dhe është e rëndësishme, jo se është për të justifikuar, po të kuptojmë barrierat. Që ne ishim luftë një herë për ekzistencë.
sepse një vend që është autokraci ose diktaturë nuk do opozit. Kjo është diferenca në fakt nga diktatura totalitare dhe diktatura autoritare. Kjo autoritarja e pranon opozitën pa ai sa do vet. Diktatura totalitare të fusën në burg, pushkaton, të sletë me fol, nuk kemi aty. Jemi këtu. Kaq sa duan. Dhe del diku në fshat Edi Rama diku para dia dhe ve me laps kështu ke banaku aty shkruan që kaq do dal, se kaq duan. Kjo është diktatura autoritare. Ju kujtoni se kjo është për shkak sondazhe, jo, është diktatura autoritare. Ai ka tregu sa duat lënë ty, sa kam vet. Këto janë manuale të shkencave politike, i din politologët më mirë se unë. Unë i kam marrë vesh përmes tyre. Por në këtë realitet, në radhë parë ne mbjetuam dhe ishim këtë fazë mbjetese. Dhe ishim ndoshta momentet më të këqija tona. Tani që për të ngritur shpresën, patjetër është e nevojshme kjo, patjetër është nevojshme opozita ta ngritë shpresën, do duhen edhe sinjale të tjera. Pse? Sinjale të tjera ndërkombëtar, po thonë. Ndërkombëtar. Pse? Është një shtet antar i NATO-s. Dhe është një shtet që po bën rrugtimin e vet me ngadalësi, me hopa, me gropa, me pengesa të shëndetësika drejt Bashkimit Evropian. Pra ka një orientim të qartë perëndimor. Dakor, dhe ky popull po të votoj sot për Bashkimin Evropian, voton 95% pro. Ne jemi të qartë. Apo jo. Besojmë ka në 2 sekond. Madje edhe më shumë. Po. Dhe politikanët kanë për detyrë të bëjnë atë çfarë duan njerëzit. Duan Bashkimin Evropian, aty duhet shkojmë. Mirë. Pra nuk jemi një popull i izoluar, një vend i harruar. Ka dhe një interes ndërkombëtar gjeopolitik më të madh se ne. Dhe në këtë aspekt, opozita duhet punoj me njerëzit, duhet punoj kundër qeverisë, duhet punoj me sharmin e vet, duhet punoj me ndërkombëtarët, ka shumë hulli të ndryshme, duhet punoj me protestat për treguar që ne jemi dakord. Institucione, terren, çdo lloj forme që është brenda etikës dhe ligjit do përdorur nga opozita. Po të jemi shumë të qartë, ama se ku ndodhemi. Pse? Se nëse ndodhemi në xhungël, ne s'mund të themi dot pse s'luajmë ne me rregulla urbane. Nuk jemi në zonë urbane. Jemi në xhungël. Të ka dalë tigri përpara, nuk mund të thosh zoti tigër nuk është etike që të ma hani. O do lufto, do forcohesh ta mundesh. Me tigrin u bashkuan votat jam në kaluar. O do forcohesh ta mundesh, ndjes të gjitha përfundoj, ose gjeje rrugë tjetër shpëtimi, përndryshe nuk mbijeton. Dhe në fakt ky popull jon nuk po mbijeton, se po largohet. Po mbesim gjithmonë më pak, po lindin gjithmonë më pak fëmijë, po keq gjithmonë më pak martesa, dhe të rinj tan po ikin tash familjarisht për të mos u kthyer më fatkeqësisht sa herë. Ndryshe nga emigracioni i parë që ikishin burra të rinj, shkon ishte kurbet ai. Fjala dur ishte kurbet. Shkonin, punonin, sillnin para. Dakor? Tani po ikin familjarisht. Kjo është për të mos u kthyer më. Dhe unë nuk të du këto për vendin tim. Atëherë, o neve do e pranojmë një realitet që do kemi kriminal pleq dhe beton këtë vend, ose pranojmë një realitet tjetër, hajde ta bëjmë bashkë, siç mendojmë ne që duhet bërë një vend, por pa injoru rregullat e situatës ku ne ndodhemi. Këtu ndodhemi. Po problemi është që rregullat nuk ka problem. Kemi kohë. Këtu kohën e kontrollojmë vetë. E zgjas sepse më vlon dhe nuk rri qëndron. Nuk e përmbledh dot në pak fjalë ato lloj miksi emocionesh që mund të kemë në këtë moment. Unë jam dakord. Problemi është që njerëzit shikojnë një parti demokratike dhe njerëz të pjesa e re cilësore kësaj force politike që duhet theksuar, që japin këto mesazhe, japin qëndrime shprese, po ndërkohë shikojnë pjesën konservatore të partisë, e cila shtrëngon dorën me zotin Rama dhe bën një marrëveshje në të mirë të integrimit, po ndërkohë evropian, po patjetër. Ndërkohë flitet për reformën territoriale, reforma zgjedhore, edhe unë mendoj që opozita duhet të jetë. Po mos ndoshta duhet ndryshoj diskurs, nëse ti thua që është një band kriminale, ti nuk ulesh në tavolinë me një band kriminale. Atëherë, po, më lejo. Ja, ky është një nga ato argumentet në favor të asaj që ju ka thënë zoti Baçi. Pra shkëputja e grupit parlamentar nga kryesia e Partisë Demokratike. Që do të thotë, kryesia e Partisë Demokratike është duke menduar qeverisjen. Është duke menduar çfarë do bëj dhe si do e bëj dhe si do arrijë atje. Grupi parlamentar për fatkeqësisë si kanë ardhur situatat, se tillë kanë ardhur, dhe s'ka nevojë boll shohim në raport ose BO-dirit e tjerë për të kuptuar se si kanë ardhur realitete që kanë ardhur. Unë kam qenë kundër bojkotit dhe vazhdoj jam kundër bojkoteve. Pra ti duhet të jesh aty. Shumë dakord. Për 3 elemente të rëndësishme. Nuk ka diskutim fare ky element, të paktën 3 elemente të rëndësishme, që është integrimi evropian, se integrimi evropian ta ka nisë Partia Demokratike. Ne kemi pas vizionin e madh pro perëndimit. Po të kishte qenë për partinë tjetër, ishim mirë aty ku ishim.
2 reforma territoriale, pse se e bëri një herë gabim Partia Demokratike dhe bojkotoi. Nuk mori pjesë 2015. Dakor, dhe PS-ja bashkë me LSI-n e votuan kështu siç e votuan dhe ne jemi rezultati i asaj. PD-ja nuk e votoi pro, por e bojkotoi. As kundra, unë nuk jam për bojkotim. Dhe 3 reforma zgjedhore. Tash këtu kam diskutime të mëdha unë për sa i përket reformës zgjedhore. Ne jemi largu dhe kemi hap hendekun e madh ndërmjet zgjedhësve dhe të zgjedhurve. Pra është largu dhe po ta shohim ne këto si përkthehet kjo. Përkthehet në pjesëmarrje gjithmonë më të ulët të votuesve. Apo jo, po ta shihim vit mas viti, pjesëmarrja është gjithmonë më e ulët. Pse ndodh kjo? Se ka disa mjeshtra që i luajnë këtë lojë. Kujtoni juve që është kjo PD-ja dhe emrat e njohur që kemi ne publike me radio. Jo, ka mjeshtra nga mbrapa, që janë shumë më lart se sa partitë tona politike. Sado mund të duket vetja. Këtu mos jemi pa konspiracion. Jo, fare. Si e konspiracion, ti nuk je pjesë e shkëputur e botës. Ti nuk je në hënë. Je në një rajon të rëndësishëm. Po deri në këtë detaj për të ketë ndërhyrje. Je në një rajon të rëndësishëm gjeopolitik. Ballkani ka qenë vendi ku nisin luftat botërore. Kjo është e vërteta, me konflikte të mëdha etnike, me vendi ku firë ndërmjet konflikteve fetare, e me radhë, pra ne kemi qenë tampone. Zonë e rëndësishme kjo. Pra kur flitet këtu duhet kuptojmë shumë qartë që këtu kemi arrit kjo pjesë, nuk kemi arrit rastësisht neve. Nuk ka ndodhur kjo as për 1 muaj, as për 3 muaj, as për 1 vit, as për 3 vjet. Kjo ka ndodhur përgjatë një procesi. Tash këtë do ta kem mundësi kur të flasim për gjëra të tjera, një logjike tjetër, po duhet mos shkputem nga kjo logjikë. Ne patëm problemin që kur u larguam nga sistemi mazhoritar. Me dëshirë. Pse ta them? Me dëshirë, po, konsensuale, të dy palët. Po s'ka 2008. Tash nuk e mohoj. Zoti Meta për të së vërtetës ka bërë grevurie, se jo gjithë i mbajnë mend. Jo vetëm ai, zoti Meta, zoti Noka, ka pas dhe edhe Petro Koçi nga Partia Socialiste ka qenë kundër. Pra, nuk ka rëndësi se s'du me ju kthy asaj, po du me të thonë një element. Po të vini re juve, tash nga 2008 sot kanë kaluar tuf me vjet. Pra herën e fundit që janë bërë zgjedhje mazhoritare ishte në 2005. Që fitoi, u bë rotacioni politik dhe fitoi Partia Demokratike. Jo më kot fitoi. Që një sër arsyesh. Përfshi rifreskimin shpresën, përfshi mbështetjen në faktorin ndërkombëtar, përfshi sistemin mazhoritar. Dhe duart e pastra. Po pra. Thelbi ka qenë antikorrupsion. Ai ishte lejtmotivi. Por ishte edhe një grup i ri u quajt KOP, aso kohë komiteti. Pra duhet ta lexojmë ne këto. Deri në 2025 kanë kaluar 20 vjet. Unë isha kandidat listës hapur, isha në terren, flisa me njerëz dhe pyetja kryesore dhe para që të bënin, a je kandidati ose deputeti i zonës tonë? Njerëzit nuk janë shputur akoma nga sistemi mazhoritar. Njerëzit ende duan ta dinë kush është deputeti i zonës, jo i qarkut. E di sa është qarku i Tiranës? Më i madhe nuk ka diskutim. Ai do di kush është i zonës, si mund t'ia dalë fizikisht një deputet, cili do qoftë nga këta që u zgjodh nga PD, nga PS me radhë, t'ia dalë do të gjithë qarkut. Tu është gjysma e popullatës gjithë shtetit. Do ja dalë një deputet? Vetëm zonja Tabaku ka dalë nga lista e Partisë Demokratike. Mund të arrijë dot ajo? Atëherë është e pamundur. Sado mund të kërkoni të pamundurën dikujt, se nuk është korrekte. Njerëzit kanë mbatur ende ke sistemi mazhoritar. Tash çfarë ka ndodhur? Themi ne rinia është e shkëputur nga politika, nuk merret, ë? Po një 30 vjeçar, ku e ka pa ndonjëherë këtë sistem? 20 vjet përpara, ka qenë 10 vjeç. Herën e fundit që ka ndodhur. Nuk e ka prekur çfarë do të thotë të jesh i përfaqësuar, të votosh dikë që të përfaqësoj dhe ky dikushi të çojë zërin tënd atje. Jo, ti sot voton partinë. Partitë pastaj zgjedhin njerëzit, pra është zgjedhje indirekte. Ka ndryshim shumë të madh kur vjen ke zgjedhjet vendore pastaj. Se shkon direkt ke individi, është zgjedhje demokracie drejt për drejt. Të mbështesun. Demokraci të drejt për drejt. Unë jam mbështetës i kësaj rrymë. Mund të jam minorancë unë sot. Po këto mendim kam unë. Jo, shumica kryetarët e partive nuk e duan këtë sistem. Ti jemi realist. Kjo ka ndodhur që partive të mëdha. Kjo ka ndodhur që në fillim. Dhe rrugës po ta veni re juve çdo herë sa mbarojnë zgjedhjet, kemi raport në OSBE që thot apo Këshilli i Evropës apo Departamenti i Shtetit, kush doni ju, rekomandimi i parë që japin është që duhet ndryshuar ky sistem zgjedhor. Dhe ne ç'a bëjmë? I mbledhëm dhe bëjmë dhe më keq sa i para Renci. Me përjashtim të Stenjishit, ku e mbani mend bëri ndryshime unilaterale Edi Rama, hoqi koalicionet parazgjedhore dhe i bëri vetëm,
Këto e bëri vetëm ai, sa përndryshe Partia Demokratike fitonte, jemi të qartë me 2021-shin. Dhe nuk u arrit kota, ai prapë ishte faktori ndërkombëtar, nëse mbani mend krijoi komitetin ndërpartiak me 5 tokë amerikane u bë ajo marrëveshje. 5 kancelarit më të rëndësishme të pranishme në Tiranë, së bashku me PD-n, PS-n, forcat e vogla, lobi tret që u quajte me radhë, u mblodhën bashkë, vendosën ca rregulla, i prishën rrugë unilaterale Edi Rama. Pastaj 24-ën prapë vendosën bashkë, që të jemi korrekt ke kjo gjë që themi. Listat hibride. Pra, gjysmë. Dhe ka ardhur gjithmonë më keq duke u bërë sistemi zgjedhor. Dhe ka ardhur gjithmonë më shumë duke rënë pjesëmarrja në votime. E ke kritik edhe ndaj të tuve këtë Mehmeti? Patjetër. Se ndoshta i re pak gjatë njerëzit nuk e kuptojnë. Unë dëgjoj me shumë vëmendje. Unë kam qenë. Pra kjo është një kritik edhe ndaj leadershipit e PD-s për qasjen e sistemit me sa po kuptoj. Kryesitë e partive kanë drejt përfshi PD-n, kanë drejtën për të bërë strategjitë e veta. Po i bën mirë, ecin para, si bën mirë, ecin mbrapa. Fund fare ditës është drejtë të gabosh, është drejta e njeriu. Rezultati pra, Zoti ka dhënë dhe drejtën të gabosh. E kupton? Është zgjedhje e lirë. Tashti, kur ka një strategji, varet cilit veprim, pra kryesia flet. Unë kam qenë shumë i qartë që në vert 24-s, mediatikisht. Nuk kam asnjë gjë të fshet që ta them këtu e pastaj më çifem as gishtet kur dal në publik. Dhe isha shumë i qartë kur thoja, mund të gjeni intervistat e mia të asaj kohe, që ky lloj sistemi nuk është favor të opozitës. Koha të dha të drejtë. Dhe do ta shohim shumë shpejt, është vjen 11 maj, por nuk ka se si të jetë favor të opozitës asnjëherë. Një sistem i tillë që nuk premion individin. Sidomos në partitë e djathta, se partitë e djathta individualitetet janë të rëndësishme. Partitë e majta është përgjithsisht grupazhe më i rëndësishëm se individualitetet, partia e djatha është mbledhje e individualitetesh. Duke qenë se kjo zhvishte nga individualiteti, nuk shkonte. Një nga mendimet që dhash aso kohë ishte, okay, unë e kuptoj që një pjesë, 1% do e kesh listë mbyllur, se bën sens që disa njerëz duhet të jenë se s'bën aty dhe nuk mund të jenë detyrimisht elektoral. Por lërja çdo partie në dorë, nga 0 ke 33%, ke 30%, lërja partisë ta vendosi vetë subjekti. Për shembull, ndoshta subjekti Shqipëria bëhet, vendosej që duhet 0% listën e mbyllur. Dhe s'do kishin pas ato gjërat që ndodhen, nuk është korrekte, apo jo, ta imponosh. Pra, dy partitë imponojnë këtë tjerë çfarë duhet bëjnë. E vërtet. Lëre të hapur nga 0 ke 30 dhe ti vendos vetë. Po nuk është se i pyetën shumë, gjithsesi. Jam dakord, po prandaj po them, duhet të jetë më liberal, më të hapur nga ky drejtim. Pse? Sepse do të prodhoj ty në fund fare një parlament më cilësor. Edhe nga pikpamja e sasisë, po edhe nga pikpamja e cilësisë. Një sistem zgjedhor për shkakun ngjashëm atë të Kosovës, pastaj duhet parë se cilat elemente, po unë mendoj që ngjashëm me Kosovën ka prodhuar një parlament më të mirë në Kosovë. Cilësia e parlamentit të Kosovës është më e mirë se cilësia e parlamentit të Shqipërisë. Dhe kjo është dora e mjeshtrit të madh. Tash i dalim ke mjeshtrin, edhe nuk është konspiracion fare. Rama ka interes ta banalizojë parlamentin. Ti banalizojë të gjithë institucionet, që këtu është vetëm një njeri, që është Edi Rama. Atëherë ç'na duhet parlamenti neve? Po njerëzit mendojnë që janë dy njerëz. Sali Berisha dhe Edi Rama. Pushteti. Pra kush ka pushtetin? Pra opozita është opozitë, po kush ka pushtetin? Atëherë po e hedhun. Atëherë thotë shif çfarë parlamenti kemi neve. Shif sa dobët e kemi. Shif me çfarë merren, me batuta, me a kalojmë fare në sistem presidencial? Dhe i japim kompetenca presidentit. Po si do e bësh ti këto? Do e bësh brenda ditës, jo, do ta bësh avash. Me kalimin e kohës. Do ta bësh dhe shifni. Edhe sot në parlament, këta 140 janë zgjedhur ashtu siç janë zgjedhur. Ka burra e gra nga dy kampet që kanë plot me në kokë. Kjo nuk ka diskutim. Po i keni vënë re ata të lejnë të flasin? I keni vënë re ata që t'jenë mediatik? I keni vënë re ato që diskutojnë gjëra të rëndësishme? Nuk i qesin ata. Dalin vetëm disa njerëz tjerë, që është në favor të kësaj linjës që ta banalizojnë parlamentin. Parlamenti është organi më i lartë i zgjedhur nga njerëzit. Në letër. Jo në letër, dhe realitet, po ta them unë, ka plot njerëz aty me mend. Ka, edhe unë bie dakord. Dhe ju jeni i bindur që besoj unë, mund bim dakord, nuk po ju a kërkoj me kë keni fol, që po të flisni tek me secilin prej tyre, këto gjëra ju a vërtetojnë. Po të bëhen dy prej atyre, pra të jeni 3, nga i moment ata mbyllin gojën. Individualisht janë emra, figura shumë mira, por pastaj linja politike ndryshon. Është ai kthimi që ne kemi tek diktatura autoritare që po ju them. Nuk mund të jetë demokraci kjo. Kjo vetëm demokraci nuk është.
Pra atje ku njeriu nuk ndjet I lirë të flas, Më pëlqen që hidhni kritika edhe elegante ndaj partisë tuaj, dhe kjo është gjë e mirë. Unë i vlerësoj këto figura, besoj dhe publiku ju ka vlerësuar në zgjedhjet e kaluara që morë një numër shumë të lartë me vota. Ali Mehmeti. Partia e fjalës lirë. Po s'kemi edhe këtë. Zgjedhjet e 2027-s, ambicia për të qenë kryebashkiak, kandidat për kryebashkiak I Tiranës, është te ju apo jo? Po ty, unë kam shpreh haptas, nuk ka faleminderit për pyetjen. Po, madje kam dhënë edhe disponibilitetin tim pranë Partisë Demokratike, kam dhënë që 22-shin, kam marrë pjesë në primare, pastaj doli zoti Klliçi, mbështeta zotin Klliçi. Në zgjedhjet paraprake, pra këto që pastaj zgjedhjet e pjesme që pastaj gjykata kushtetuese nuk lejoi që të kryeshin, nuk kandidova për arsye shumë të qartë sepse un kam një plan, një projekt, një diçka që kërkon një periudhë 4 vjeçare dhe bashkëpunim bashkë me grup që është kush është Këshilli Bashkiak. E me radhë, plus mos harrojmë dhe një diçka praktike. Zgjedhjet e pjesme janë vetëm 7 ditë, fatkeqësisht fushat. Imagjinoni juve 7 ditë fushat, se çfarë mund bësh për Tiranën. Shumë e kufizuar. Pra vetëm Tirana urbane ka 11 njësi administrative, shto dhe Tiranën rurale, çfarë do bësh 7 ditë? Ai pamundur. Qartë. Dhe këtë ligj duhet ta shohë. Është diçka që duhet ta shoh, se s'mund të krahasoj tash Tiranën njëjtë me një bashki të vogël, nuk shkon kjo. Qëndron. Na ndihmova zotin Binaj, ju e dini, shkova koordinator për Partinë Demokratike pranë stafit zotit Binaj, I cili mori një peshë shumë të madhe dhe gëzon patjetër përveç respektit, por gëzon një thellë. Ka reputacion pozitiv në shkallë politike, se ndihmoi opozitën në përgjithësi dhe Partinë Demokratike në veçantë, në moment vështirë. Të qartë. Ta themi korrekt. Por gjithmonë I kam qëndruar këtij elementi, I kam qëndruar konceptit Tiranës. Ju thash, dhe në Këshill Bashkiaku jam kryetari I grupit të Partisë Demokratike, që do të thotë patjetër kam pas mundësi të njihem më mirë me çështjet e qytetit. Ato gjërat që ndodhin aty brenda, se me qytetin nuk ka nevojë se boll dalësh në rrugë dhe e kupton qartë se kush qyteti, çdo qytetar e kupton se kush qyteti. Dakord. Pse erdha me vonesën këtu ke ky emisioni juaj? Më moran telefon 2-3 herë për t'ju thonë që nuk e di, kam ngel në trafik, s'di çka ka ndodhur, s'po arri do të parkoje me radhë. Edhe erdha me vonesë tu. To e din gjithë, nuk është se ka nevojë dikush që t'ia themi neve. Çështja është t'i ofrojmë zgjidhje kësaj pune. Dhe vazhdoj, kam dhënë disponibilitetin tim Partisë Demokratike në forumet e saj patjetër, po edhe këtu më qenë se ma pyetët, do vendosi kryesia apo komisione apo do ketë primare prapë, do ta shohim. Kush do jetë procesi, do vendosim patjetër. Uroj shumë që ti jeni, se jeni të zërat shumë pozitiv dhe shumë cilësor që ka Partia Demokratike, por më bëri përshtypje diçka, përmendët largimin e të rinjve, si probleme ekonomike dhe betoni. Pra industria e betonit. Jeni kundër ndërtimeve apo jo, sepse është një industri më fitimprurse për qytetin. E vërtet është. Dhe kjo mund të jetë penalizuese për ju. Për qytetin nuk është. Për ekonominë e vendit, për ekonominë e vendit. As për ekonominë e vendit nuk është vetëm për një grup të vogël njerëzish. Por kujtojmë që betoni është substancë bazë. Pra është, si të themi, tulla. Tullë në varësi për çfarë përdor. Mund ju kthehet në të kundërt? Ndjes që ta nga lobi I ndërtimit. Ndjes që ta përfundoj. Varësi për çfarë përdor tullën. Tullën mund ta përdorësh për të bërë mur, tullën mund ta përdorësh thjesht për të vënë këtë vazon një çik më lart e me radhë. Betoni, ndërtimi total në një situatë ku neve kemi shumë vepra të mëdha për t'u bë, mund thjesht të dirigjohet drejt veprave të mëdha. Pa ato filmat e atyre abuzime që kemi pane që na shkojnë 25 milion euro 1 kilometër rrugë në fush, se këto janë gjëra që nuk na shkojnë. Apo tunele që rriskojnë që s'dima janë të sigurta apo jo. Pra ndërtimi mund drejtohet drejt veprave të mëdha pa asnjë lloj problemi. Tirana ndërton, Tirana do zhvillohet më. Nuk mund ta lësh Tiranën pa zhvilluar. Tirana do zhvillohet, po duhet zhvillohet në koncept urbanistik të saktë. Pse ta them këtë, zoti Hitaj? Qyteti do t'i shohësh funksionalitetin. Pra kur flet për funksionalitet, do të thotë që këtu kush do jetoj, kush do banoj, kush do e qytetëroj qytetin, çfarë është qyteti? Është vetëm pallate apo ka dhe diçka më shumë se kaq? Nëse neve ndërtojmë vetëm pallate, ndërkohë që infrastrukturën poshtë e kemi komplet njëjtën, s'ka ndryshuar asgjë, madje ngushtohet gjithmonë më shumë rruga, apo jo, merret gjithmonë më shumë ujë nga po njëjti tubacion, derdhet gjithmonë më shumë ujë I zezë në po të njëjtin tubacion. Parkinget na zhduken,
Dhe këto pallatet e reja si vjen as mjaftueshëm parkinge, se kjo është interesante, pra të ke ndërtu kaq apartamente, s'ke llogarit ku do lejnë makinat njerëzit. Ky kthehet problem për të gjithë. Edhe ai që do investoj, për çfarë arsye duhet të investojë vetëm kurriz të tjerëve? Ai do të investoj, po ka mundësi me investu. Çfarë? Shihni zonat rurale çfarë po ndodh. Zonat rurale të Tiranës nuk e konsiderojnë më veten zona që merren me agrikulturë apo blegtori. Keni vënë re ju këtë? Gjithmonë më shumë po e konsiderojnë veten si zgjatimi i Tiranës. Diku bëhen parqe vilash, diku bëhen disa shtëpi. Keni vënë re këto elemente? Po. Tash çka ka nevojë këta? To ka nevojë për urbanizim atje? Po për një shkollë ka nevojë këta, një çerdhe, një kopësht, një siguri, një ujë, një energji elektrike. Se këto gjëra duhet mendojmë ne. Te vilat nuk kanë probleme. S'po them te turimisht vilat. Po ka njerëz të pasur. Ka njerëz, po çfarë do të thotë? Ky i pasuri, ky nuk ngel trafik si unë si ti? Ata nuk i pyesin për nuk pyesin. Nuk kanë shqetësime të tilla. Hidhen me trampolinat. Jo, se kam të trafiku, e kam tek. Fëmijët e tyre ku rriten ata? E kam të elementet e tjera. Njëri me tjetrin dhe pastaj na thonë janë të varur nga celulari, nga tableti, nga etj, s'dinë më të komunikojnë. To janë realitetet e shoqërisë kur e prish. Dhe thoj edhe një herë, një energji bruto për sa kohë legjitime, se duhet me pa nga është e financuar. Dakor? Për sa kohë është legjitime, një biznes legjitim ecën përpara. Por kujdes, a do ta pyesësh çik të komunitetin? A duhet me pyet dhe komunitetin? A është dakord komuniteti rreth rrotull aty? A ka mundësi atje? Unë jam dakord dhe shpresoj shumë që mos të ndryshoj qasja juaj nëse do zgjidhen. Jam lejon të jap një shembull. Besoj do e keni vizituar Dubrovnikun për shembull. Po. Qytet i vjetër, mesjetar, me histori etj etj. Ka një Dubrovnik të ri, që e quajnë ata të ri, pra qyteti i ri ku janë banesat, pallatet, shkollat etj. Dhe ka një qytet të vjetër. Dakor? Tani, mendoni juve që në dikush me një spekullim të shpejt nuk do donte dorton diçka të madhe masive tek ai porti? Nuk e bën. Pse nuk e bën? Se ka një interes shumë të madh komunitar për ta shfrytzuar si atraksion, si turizëm, si histori, si mbajtje e kujtesës. Si qendër tregtare po doni ju, jo në kuptimin e qendrës tregtare siç e kemi shopping malls, po në kuptimin që gjeneron para. Po, e qartë. Përmes kulinarisë, përmes muzeve të vogla, përmes produkteve artizanale, dhe gjenerojnë shumë më tepër se sa çdo gjeneronte, dikush i do dortonte do jepte 2 qepena dyqan edhe 4 derë apartamentesh dhe miru pafshim dhe humbi komplet gjithë zona. Ne di pse jemi këtu. Jemi këtu se kanë punu baballarët tonë para nesh, gjyshit tonë para tyre, stërgjyshet tyre para tyre, katragjyshit përpara. Ka një traditë dhe ka një rrjedhojë. Nuk mund të jetë kjo format karkalecash. Këta e diskutojnë format karkalecash disa prej tyre. Sot janë, nesër s'janë, s'prish punë për momentin. Mirë, po pasoja tyre do jetë afatgjat. Dhe për këtë, ne duhet pyesim ata që mendojnë më afatgjat njerëzit. Janë dakord njerëzit për të bërë? Ajo, po le të bëhet pastaj. Nuk ka asnjë problem për sa kohë komuniteti është dakord. Por nga krahu tjetër, çfarë quhet një qytet? Qyteti quhet qytet sepse është i qytetëruar. Dhe çfarë e sjell qytetërimin në qytet? Plotson nevojat atyre që jetojnë. Parqe, nevojat, po nevojat është baza. Kjo është jetesa, kjo është mbijetesa, nevojat. Po qytetërimi ka disa gjëra më shumë se mbijetohet, më edhe në zonë rurale mbijetohet, edhe në mali mbijetohet. Ne po flasim po çik kulturë nuk donte. Po çik hapësirë ku të rrinë njerëzit të qetë njëri me tjetrin. Jam dakord. Po çik komuniteti nuk do mbështetur. Do kemi mundësi për të ndalë në detaj, prandaj është shumë e gjerë, jam shumë dakord me këtë, por ajo që neve po kuptojmë një diçka gjithmonë më shumë është që ne kemi resurse të keq përdorura që mund të përdoren siç duhet. Po. Dhe kemi patjetër dhe abuzime. Ali Mehmeti, 2 pyetje të fundit. Qeveria shqiptare përballë shëndetësisë. Vetëm mos zgjatemi shumë se jam në limite. Po. Më jep një koment në 3-4 minuta si është qasja e qeverisë ndaj shëndetësisë. Vetëm probleme shikoj. Nuk ka qenë asnjëherë prioritet. Mungesë ilaçesh. Nuk ka qenë prioritet ndonjëherë. Nuk ka qenë zotë Ita ndonjëherë prioritet shëndetësia për qeverinë, nuk ka qenë kurrë, e di pse e shef me një fjalë të vetëm i shef sa buxhet i alokon. Pra nëse ndu prioritetet, po e llogarisë si familje qeverinë, pra ku do paguajnë paratë e para, varësisht sa para jep për shembull për shkollimin e fëmijëve, aq e kupton sa është prioriteti për shkollimin e fëmijëve. Varësisht sa para jep për garazhin e makinës, për me marrë me qera, aq prioritet ke për qeran e garazhit. Dhe shpesh herë kjo është më e lartë se sa paratë që kemi për shkollimin e fëmijëve. Prioritet. Edi Rama në 2013 premtoi 5% prodhimit brendshëm bruto. Po.
investim për shëndetësi. Edhe për arsimin, edhe për shumë U bë mandati 4, në buxhetin e 2026 vetëm 2.8% e prodhimit brendshëm bruto është për shëndetësinë. Ndërkohë që dyshemja e Bashkimit Evropian dhe OBSH-s është 5%, jam dakord me atë 5%. Se kjo është dyshemja duke filluar nga 5%. Tani, pra në radhë parë ke i buxhet të jetë vogël. Se kjo është e vërteta, nga këtu do marr. Tash, brenda këtij buxheti të jetë vogël, ke dhe abuzimet. Ke koncesione shëndetësi, ke abuzime me tendere. Ke situata ku brenda QSUT-s sot që ne kemi halle pafund për të zgjidh, po ndërtohet një hotel dhe po ndërtohet një godin parkingu. Pra, halli që 17 milion euro ka shku kjo. Po ndërtohet tash, diku ke kati 3-4, to hecin shpejt to, shumë interesante si. Pra, nevoja e spitalit pas ka qenë hoteli dhe godina parkingu. Mehmeti, po pjesa e ilaçeve si ka mundësi të njerëzit me tumor të mungoj? Në letër ata ju a thash i kanë marrë të gjitha, po nëse shkon 17 milion euro për godin parkingu, nga diku merret ajo. Se nga diku do shkoja, diku pra në radhë parë ke pak lek. Ke pak lek më. Radhë dytë nuk e bërë një plan, por ke thonë do i bëj të gjitha, nuk bën dot të gjitha. Nuk i bën dot të gjitha. Ose do të kesh një fond, ti duhet vendosësh ato që i quhen, ne i quajmë nivele esenciale shëndetësore, shërbime esenciale, to do të jenë të garantuara. Të gjitha, për të gjithë. Pra ti nuk mund të thosh unë kam ilaç për 10 vet, po që kam 50 smur, 40, po kush do e hedhë bixhën, kush e merr ilaçin, kush nuk e merr. Se kjo krijon pastaj hapësirat për abuzime. Kjo krijon hapësirat për korrupsion. Se tash secili dy dur për i kokë pastaj. Do mundohen njëri të kapi mikun, tjetri të kapi lekun, tjetri të kapi ku diun median, tjetri të kapi partinë, që të marr. Patjetër. Atëherë, në radhë parë duhet buxhet siç duhet. Dyta duhen heq dur, kush fut durët ke shëndetësia, jeta, shneti është i parë, kush fut durët duhen pre durët. Absolutisht. Dhe ne këtu kemi qindra miliona euro. Kudo korrupsioni është që ne i patolerueshëm kudo, jo vetëm aty. Duhet kemi tenderime siç duhet. Duhet fuqizojmë me certifikim industrinë vendase farmaceutike. Duhet ta fuqizojmë. E kemi pas, po e kemi të pa certifikuar. Po. Duhet ta fuqizojë shteti. Për mua, industria farmaceutike është investitor strategjik, nuk është rezorti mbus detet. Pse? Se në rast se ndodh një problem madhor, një krizë madhore shëndetësore, dhe ka një problem tregu ndërkombëtar i ilaçeve, siç e patën në rastin e Covidit, mirë apo keq ti ke një produkt që garanton një farë sovraniteti shëndetësor brenda vetes. Po duhet investosh ke burimet njerëzore, se po t'ikin, po të largohen, nuk mbajnë me dhunë, nuk mbajnë me dhunë, duhet t'investosh te këta, po duhet dhe ta decentralizosh, ta çosh shërbimin tek njerëzit, ta çosh shërbimin në Korçë, në Shkodër, në Vlorë, në Kuks, jo ta kesh gjithë në Tiranë. Po ti je i smur sot, duhet vish në Tiranë. Para pak ditësh u inaugurua, se nuk u hap me të vërtetë, është një show, gjithsesi do hapet dikur, akseleratori 3 linear në onkologji. E vutër e juve ata? Doli Miniza, akseleratori 3 linear. Edhe kënë Tiranë. Po Durrësi nuk ka të smur. Po Vlora nuk ka të smur, Fieri. Po Shkodra nuk ka të smur. Po pse një prej tyre nuk mund të shkonte dot? Një zonë që thuhet, jo, bolli smurje, spitaleve rajonale. Bolli lodhur je, paktën shërbimin ta kesh afër. Jo, po duhet vi edhe deri në Tiranë. Pse ndodh kjo? Pse sjell vetëm Tiranë? Se s'ka burime njerëzore atje, s'ka investuar ndonjëherë për burime njerëzore atje. Se akseleratori si u montu këtu, montoj atje, nuk do ishte ndonjë problem i madh. Në mjektësia është për njerëzit dhe bëhet nga njerëzit. Dhe investimi më i madh janë njerëzit. Nuk është problemi as tulla, as krevati, as pajisje. Problemi i madh është investosh në infermier, në mjek, në specialist. E ti çosh atje ku duhet, në mënyrë që të mos jetë pacienti që vjen nga shneti, po shkoj shneti ke pacienti, kaq. Pyetja e fundit, Ali Mehmeti, hantavirusi. Çfarë është për ata që nuk e dinë dhe unë kam qenë në një udhtim në një vend të largët, kam takuar disa shkencëtar atje dhe më thanë që nuk është çështje që do ketë pandemi të tjera, por është çështje kur. Po. Përse? Jo, atëherë në radhë parë duhet të shpjegojmë çfarë është termi pandemi. Pandemi është një smundje që ndodhet gjithë globin. Çështja është sa ndikim do ketë kjo ke njerëzit. Kupton se pandemi është dhe obeziteti. Është një smundje që ndodhet në gjithë globin. Infarkti i zemrës në gjithë globin. Përgjithsisht është vesh smundjeve infektive. Dhe flitet për smundje infektive ka një impakt madh, Covidi për shembull, apo SARS-CoV-1 kur ishte i pari, apo gripi i derrave, nëse mbani mend sa kohë më përpara. Që të ketë një pandemi virale apo bakteriale, po virale përgjithsisht, duhet të ketë sa kushte të caktuara. Dhe nuk bëhet fjalë për hantavirusin. Hantavirusi nuk i plotson këto kushte.
Kështu që kjo është a priori jo. Ne është një virus që njohim prej shumë kohësh, prej dekadash, e dim që transmetimin e ka nga minjt ke njerëzit, pra nuk është nga njeriu tek njeriu, me përjashtim virusit të andëve, që ishte rasti kësaj anijës nga ku lindi gjithë kjo histori. Po dhe këto janë shumë pak raste, shumë pak 10 raste janë vatra dhe vetë izolohen, pse se shumë e vështirë transmetohet nga njëri ke tjetri. Okay. Ndërkohë që neve për një pandemi diskutojmë për viruse të reja, SARS-CoV-2 ishte virus i ri. Nuk e kishte, pse ku është SARS-CoV-2 sot? U zhduk, tu është mes nesh. Po çfarë ndodhi? Shumica dormuese jone ka kalu më shumë se një herë. Dhe tash është imun. E kalon si grip lehtë. E mësoi trupi. Ky është imuniteti. Kështu kemi evoluar, ne kemi ardhur deri këtu. Përndryshe gripi i parë që kishte kaluar do na kishte marrë gjithëve. Ne kemi evoluar dhe kemi një sistem imunitar tonin. Pra, në radhë parë duhet në një virus i ri, që trupi nuk e njeh, njerëzit se njohin. Dyta duhet me transmetueshmëri të lartë nga njeriu ke njeriu. Dakor? Dhe treta duhet të ketë akoma vaksina, patjetër duke qenë virus i ri, duhet të ketë vaksina trajtime me radhë, atëherë arrin shpërndahet. Në vetvete pastaj në fund fare imuniteti natyror do fitoj. Gjithmonë imuniteti ka mbyll pandemit. Nuk ka sado që neve du me rraf gjoksin e bëm ne, bëm shpikëm ato jo. U smund gjithë, fal masave shumë efikase të qeverisë, arritëm të smueshim gjithë, më shumë se një herë madje, dhe u mbyll, u kriju imuniteti kolektiv. Hantavirusi nuk është një problem në këtë aspekt, nuk është një pandemi, patjetër për njerëz që punojnë në ambiente që mund të jenë të ndotura nga brejtës, flas për fermer, blektor, njerëz që merren me konstruksione që hedhin poshtë, shtëpi tronume etj që mund të jenë të infestuar, por këto kanë, ju e dini, duhet të kenë pajisje mbrojtëse për punën e tyre të zakonshme që bëjnë, por gjithsesi do bëj fjalë vetëm për ata. Në Eurazi nuk ka pas kurrë raste të transmetuara nga njeriu tek njeriu. Në Europë s'ka pas kurrë. Ka pas vetëm në Amerikë Jugore dhe në Amerikë Veriore dhe shumë pak me këtë virusin e andave. Pse? Se ky virus ndodhet në disa lloj brejtësish që thjesht nuk ndodhen në Europë dhe në Azi. Nuk janë vetëm atje, popullat lokale brejtësish atje. Pra nuk është çdo lloj miu, se tash i mendojmë neve miu edhe plasi bomba porthamore se kaloi një mik tuk e lagja. Jo. Zona e Ballkanit ka një lloj hantavirusit quhet virusi i Beogradit, i Dobravës, se quhen ca i Beograd ose Dobrava Beograd. Virus. Këtë e kemi më endemik ne, raste ka pas të pakta, nuk është se ka pas, po gjithmonë ka. Pra vit për vit ne kemi raste. Për hantavirus në total, ja 10.000 deri 100.000 raste në vit në botë. Pra nuk ishte diçka, tash pse u bë lajm i veçantë, këto 20, këto nuk di t'ju them, tu jeni eksperti ju i komunikimit. Dhe meraku. Unë di t'ju them që çdo vit ne kemi pas nga 10.000 deri 100.000 raste. Për ta mbyllur. Prandaj për sa s'ka qenë problem 25-ën, aq do jetë problem as 26-ën. Vaksinat e Covidit ka kaluar kohë. Po japin vërtet probleme të njerëzit apo është një mit? Çdo lloj lënde kimike ka një lloj efekti te njeriu. Neve bëjmë llogarin benefit dhe risk, fund fare ditës. Kur benefiti është më i madh, shkojmë. Tash kujdes, po varet edhe nga doza, po varet edhe sa merr. Tash ju e pat që vetë vaksina Covidit mbas 6 muajsh edhe merr tjetrën se iku efekti. Efektet e mëdha anësore të këqija janë shpejt. Pra ka pas raste më të rralla me miokardite dhe fatale. Por që këto ndodhin shumë shpejt pas vaksinimit. Pra nuk është se presin 20 vjet që të ndodhin 4 vjet, 5 vjet. Këto ndodhin ditë e para, javë e para, as javë e para jo, po ditë e para. Pra sa më i rënd të jetë komplikimi, aq ka tendencë të ndodhi shpejt vaksinimit. Sa më larg i largohesh, kjo kurba fillon është në rënje, pra shpejtësia e problematikës fillon e bie gjithmonë më shumë. Prandaj neve na ka mbet mendja aty, po nga krau tjetër harrojmë që pim duhan. Harrojmë që dalim e marrim thithim karburantin e makinave që djegin këtu jashtë, sa dalun këtu në Tiranë. Harrojmë që s'dim çfarë pesticidesh janë përdor te ushqimet që hajmë. Harrojmë me çfarë është vadit toka e zonave ku neve marrim produkte bio. I harrojmë ne të gjithë elemente. Harrojmë që e kemi në plastik produktet kryesore, harrojmë që i rrisim neve baktit me antibiotike me gjëra me tjera, harrojmë që gatujmë kështu me teflonera me gjëra, ke parasysh to tenxheret e veshura me këto që janë karcinogjene. I harrojmë gjitha këto ne i harrojmë. Jemi të gatshëm, harrojmë dalim, ndjell digjemi, përcollohemi pas një lloj problemi,
kur shkojmë plazh sepse kemi harruar dalim natyrë ta marrim atë nxirën graduale që nga mars prill maj, e kur vjen korrik gushti ne moshën tonë ne kemi qenë të nxirë, nuk kemi skuq ndonjëherë se ishim nxirë që në maj. Po tashti ne dalim ato 10 ditë dhe ato 10 ditë bëhemi skuq. I harrojmë gjitha këto elemente dhe në fund fare ja vejmë vetëm një elementi që na ka mbetur në mend disa vite më parë që është vaksina. Tash kujdes. Problemi i madh ke gjithë kjo narrative e vaksinës ishte menaxhimi i saj. Nuk ishte vetë vaksina, po menaxhimi i saj, që ishte detyrimi. Pra nëse njerëzit informoheshin për të mirat e të këqijat e secili vendoste vetë për veten e vet, ne nuk do e kishim fare këtë bisedë sot që flasim. Problemi ishte që ne detyruam njerëzit, po fus dhe veten time, pavarësisht se unë kam qenë gjithmonë kundër detyrimit, po e fus dhe veten time që të mos kemi detyrimi ishte problem. Sepse ne detyruam të vaksinohesh që të shkosh shkollë, ne detyruam të vaksinohesh që të shkosh punë, ne detyruam të vaksinohesh që të udhëtosh, ne detyruam të vaksinohesh që të jetosh, apo jo. Ky është detyrimi ishte problem. Dhe detyrimi u bazua tek një fakt që thonte nuk ka rëndësi shteti jot, po ka rëndësi prevalon shteti tjetrit, që do të thotë ti po vaksinove, nuk më gjit mosmundjen mua. Ndërkohë që kjo është e pavërtet nga ana shkencore. Kjo nuk është e vërtetë. Ky është gabim dhe u vërtetu shumë shpejt në Izrael. Izraeli që i pari që vaksinoi masivisht, ndërkohë që infektimet e reja vazhdoi pa aty pike. E vërtet që uli shumë smundjet e rënda, komplikacionet dhe vdekjet. Kjo është e vërtet, po jo infektimet. Që do të thotë tjetri prapë u infektonte. Atëherë është e drejtë që të vendosësh për veten tënde. Për trupin tim vendos unë. Njëjtë si me duhanin, e di që më bën keq, kam vendosur ta pi. Që është gabim, unë nuk e pi, se mos t'japim mesazhin e gabum. Por parimi dhe nga ky aspekt ky gabim narrative do spostohet edhe në diskutime tjera, se nuk është vetëm vaksinë, po të njëjtin problem e kemi me vaksinën e fruthet tash. Sepse njerëzit përgjithsojnë, nëse ti më the diçka të gabuar ke një vaksinë, atëherë ti ma thu për gjitha vaksinat gabuara. Dhe hajde të nxirret tash nga ky moment. Pse? Shteti publik dhe publiku bazohen në një besim të dy fisht, pra nga dy kahe. Edhe njerëzit duhet të besojnë shtetit publik dhe shteti publik njerëzve. Patjetër. Dhe ne çfarë bëm? Ne bëm sikur shteti publik bëri sikur e bëri me detyrim. Kujt ja bëri me detyrim Shqipëri? Mbani mend? Kujt ja bëri me detyrim? Fillimisht moshuarit. Fare, kurrë s'kan qenë me detyrim moshuarit Shqipëri. Të rinjt. Vetëm studentët universitarë dhe punonjësit e supermarketeve. Pra ndërkohë që humbjet e jetës i kishin këtë moshuarit, këta detyruan 18 vjeçarët me u vaksinuar. Se patë diskutime të frikshme që duhet ja bënin dhe fëmijëve me detyrim një moment. Çfarë bëm? Po. Çfarë bën këta me akte normative? Çfarë u bë thamë? Se disa shtete e bën dhe ke fëmijët kam qenë totalisht kundër. Absolutisht shqyr që nuk i prek të rënd. Mas fëmijët. Shqyr. Është fat i madh. Atëherë neve nuk ka arsye që të vaksinojmë fëmijët. Ty vajzat e mia nuk janë vaksinuar. Normalisht do të vaksinohesh unë vajzat e mia. Ama unë dhe nusja ime pas një lloj problemi. Unë s'kisha nevojë se kisha kaluar smundjen. E bëra thjesht për me i tregu njerëzve që nuk ka në frikë të madhe nga ky aspekt. Të nevojshme nuk e kisha. Por narrativa ishte gabuar. Dhe kur gabon narrativën një herë, e humb besimin një herë me publikun, nuk do të besojnë më as për çështje tjera të shtetit publik. Se po i njëjti njeri. Mirë. Kështu që shpresoj që me kalimin e kohës neve ta zbusë, nuk do të zhduket kurrë ky diskutimi, po të shpresoj që të filloj të zbutet. Mirë, në fund të kësaj bisede, Ilir Ali Mehmeti, falenderoj shumë, folëm për politik, folëm edhe për shëndetësi me doktor Ali Mehmetin, i cili, si e thash, është zëra cilësor të Partia Demokratike dhe uroj ta shikojmë përsëri në pozicione të larta pse jo në PD. Falenderoj shumë. Faleminderit. Ali Mehmeti, kënaqësi. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund edhe të episodit për ditën e sotme. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, mos harroni na bëni subscribe, jepni dhe mendimet tuaja, si e kam thënë edhe disa herë, do t'i shqytojmë, do t'i shikojmë dhe çfarë do lloj teme sugjerime që do keni, do ta pasqyrojmë më pas tek të ftuarit e radhës. Deri atëherë, shihemi në episodin tjetër.